Përshëndetje një dashit, ja ku jeni përsëri në Zodiac Oracle. Ju uroj një muaj të mbar. Muajin do ta analizojmë sigurisht në ditët në vazhdim mos i bëhet fjalë, por keni parasysh që ky është një muaj i cili vëmendjen tuaj e kthen në çështje ligjore, gjyqësore, filozofia e jetës tuaj, çfarë keni bërë deri tani, çfarë keni ende ndër më të bëni. Merkuri retrograd në shenjën e Shigjetarit, pastaj do kaloj përsëri në shenjën e Akrepit pas datës 19, por çështja është që me çështje të tilla do të jeni të angazhuar deri të paktën afër datës 19, çështje ligjore, gjyqësore, çështje që kanë të bëjnë me tregtin, po flasim këtu për hyrje dalje, domethënë import eksport më tepër, me çfarëdo gjë ka të bëjë me çështje studimore dhe me filozofinë e jetës tuaj, sikurse thash, pra nëse ka gjëra që ende po i përpunoni në lidhje me veten tuaj, jetën tuaj dhe në përgjithësi, atëherë po ky është muaji juaj, dhe jo vetëm juaj, në përgjithësi ka për të qenë i tillë. Kemi një hënë të plot këto ditë e para të muajit, e kemi në shenjën e Demit, për ju sjell në pa vlerat tuaja, se i vlerësojnë të tjerët, ku jeni me veten tuaj, pse nuk kanë ardhur gjërat siç i keni dëshiruar ju të vini. Domethënë është ai momenti ku vendos disa pika mbi dhe thua, përdesë s'më vlerësove atëherë kur duhet më vlerësoje, tani është vonë. Përveç kësaj, është një moment shumë i rëndësishëm për të parë edhe një herë çështje të ardhurash. Çfarë po bëni me të ardhurat tuaja? Si do i shtoni, si do i sistemoni? Çështje që kanë të bëjnë me aty nga fundi muajit, pastaj me detyrime që u kanë të tjerët ose më kanë të tjerët, duhet i kthej, do mi kthejnë. Nëse sido që të jetë, domethënë është një muaj i cili nuk di si ta karakterizoj akoma, por që nuk do na ndikollaj. Për parashikime personale, e dini shumë mirë, më shkruani në numrin WhatsApp 069 640 2290. Sido që të jetë, vazhdojmë me ditën e hënë, e cila dita e hënë, po që këtu ja ku jemi. Unë do i thosha përse i përket ditës së nesërme, nëse nuk jeni gati për të nisur diçka të madhe, nëse doni të realizoni gjëra ose po i shkoni nga pas një çështjeje, por po i shkoni me pishmanllëk të tipit edhe dua dhe s'dua, edhe dua po dhe kam frikë, atëherë më mirë mos e nisni fare këtë rrugëtim, sepse nuk i dihet se ku ju del. Dhe nëse ju është fiksuar që dikush po ju tradhton, ose dikush po ju ha në bes, apo gjëra të tilla me radhë, dhe doni të zbuloni të vërtetën e vërtet, kujdes se e vërteta të djeg. Kështu që vetëm nëse jeni 100% të sigurt për atë çka kërkoni të dini dhe doni të arrini, ecni. Në të kundërt do i thosha as mos e merrni mundimin, sepse nuk do ju dali fare mirë, do thonë në fund, po mua ç'mu desh, isha mirë. Atëherë për sa i përket ditës së martë, dita e martë sjell shqetësime që kanë të bëjnë me shëndetin, me persona të moshuar që keni në familjen tuaj, që mund të jenë duke kaluar në një problem të caktuar, me shëndetin, pleqëria, të gjitha këto së bashku, ose një situatë që mund të jetë krijuar në familjen tuaj, midis jush dhe prindërve tuaj, pra çështje ekonomiko-financiare gjithashtu, dhe një çështje ndjenjash, dashurie, e cila ka një diferencë të madhe moshe, dhe kjo përbën një farë shqetësimi për ju ose për personin tjetër. Tani nëse jeni prindër dhe fëmijët i keni adoleshent, atëherë kuptohet shumë qartë që çfarë është shqetësimi. Sido që të jetë, është një situatë e cila nuk do zgjasë gjatë, thjesht është si puna e asaj zile që, do të thënë, troket për të kuptuar se ka diçka që nuk shkon, si sinjalizim më tepër, se sa problem real, por do zgjidhet së shpejti. Sido që të jetë, këto janë tiparet e ditës së martë. Për sa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur ju ndihmon juve që, siç ju thash, keni ende çështje të pazgjidhura me të kaluarën tuaj, që do jetë shumë prezente e kaluara. Për shenjën tuaj këtë muaj do kemi kthime, rikthime, kujdes juve që keni nisur një marrëdhënie të re, sepse mund të vi diçka e vjetër dhe t'ua prishin mendjen dhe do shkatërroni dhe atë që po ndërtoni, dhe është gjuna, sepse as të kaluarën nuk do e sillni dot në jetën tuaj, pas atë që keni aktualisht nuk do të çoni dot drejt së ardhmes, do mbeteni përsëri në vend numër. Por sido që të jetë, dita e mërkur është një mundësi, ose ju jep një mundësi shumë të mirë për të hequr qafë një herë për gjithmonë çfarëdo gjëje ju shqetëson ende në lidhje me të kaluarën tuaj, qoftë kjo një çështje ekonomiko-financiare, qoftë kjo kujtimi një personi ose thjesht imazhi një personi ende në jetën tuaj, qoftë kjo një tendencë negative, qoftë kjo çfarëdo gjë qoftë që nuk ju lejon të ecni përpara. Është momenti pra të ta largojmë. Dhe në qoftë se flitet për një ndërhyrje kirurgjikale, dihet se ju del mirë dhe shpëtoni nga një problematik ndoshta dhe e hershme me shëndetin tuaj, por që ju del mirë të paktën kësaj here. Përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte
Ju thash këtë muaj jeni në pritje të kthimeve dhe rikthimeve ende, por ajo çka do kuptoni është që pavarësisht pritjes nuk realizohet kjo gjë. Duhet ta ndani mendjen ditën e enjte se kjo gjë nuk ka për të ndodhur më, të paktën për sa i përket marrëdhënieve në çift, por dhe për sa i përket bashkëpunimeve të caktuara, një pritje që keni për një lajmërim pune ose një bashkëpunim që të vazhdonte, nuk do eci më tutje, sepse tash ky është një muaj i cili çfarë duhet ta marrë me vete që nuk shërben do e marri dhe ju lë të lirë për të vazhduar me gjëra të reja që janë shumë herë më fitimprurse, shumë herë më zhvilluese, shumë herë më emancipuese dhe çfarë të doni ju uese në fund. Domethënë ju çon për më mirë. Për sa i përket ditës së premte, pastaj dita e premte për të tani jemi të ndarë në dietër, domethënë gjithmonë unë ju flas, jeni i përkisni dietëve të ndryshëm, më pyesni çfarë dietësh ti kam sqaruar në postime më të mëparshme, mund t'i shikoni se çfarë realisht ato janë. Dekan. Tani sido që të jetë, këtu po flasim për një marrëdhënie e cila i ka problematikat e veta, por nuk jemi ndarë. Jemi ende çift, kemi pas një farë periudhe largimi ose ftojeje në lidhjen tonë, por kuptojmë që pa njëri tjetrin nuk bëjmë dot. Kështu që kjo dita e premte është një ditë shumë e bukur për të kujtuar dhe një herë juve që ende jeni çift, nuk keni ndarë, nuk e keni kaluar këtë periudhën e ndajmë bashkohem, ende të gjeni njëri tjetrin dhe të kuptoni që është pikërisht kimia që keni me njëri tjetrin ajo që s'ka për t'ju lënë kurrë të humbisni marrëdhënien tuaj. Shumë e rëndësishme kjo pjesë. Për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita që do të ndjeni shumë krenar me veten tuaj. Pra, do ktheni kokën pas, do shikoni pas në kohë dhe do të kuptoni që çfarëdo gjë keni kaluar, çfarëdo peripecie, gabimi, arritje që keni pas është vetëm e juaja. Ju përket vetëm jush edhe do të ndjeni shumë krenar sikur se thash për veten tuaj, por vlerësimi do vi jo vetëm nga ju drejt vetes tuaj, por dhe nga të tjerë për ju dhe kjo do uashtoj edhe atë vetbesimin dhe ju jep stimul për të vazhduar edhe më tej, domethënë me dëshirat që keni dhe objektivat që keni në lidhje me ato çka doni të arrini në përgjithësi. Për sa i përket ditës së diel, dita e diel është dita që përfundimisht merr fund diçka, domethënë këtu një marrëdhënie mori fund, mirupafshim mos ta pafsha më suratin, i thonë asaj, sepse me të vërtetë kështu do të jetë. Një person mund të merrni vesh, mund të lajmërojeni që dikush është larguar nga jeta, do ju vi keq, por që krahasuar me vuajtjen që ka kaluar do thoni shpëtoi ziu. E zeza çfarë do gjë ka qenë, por në total kjo çfarë tregon që vjen fundi i një situate të caktuar. Pra marron këtu vuajtjet marrin fund, këtu është loti i fundit që do të dalë nga sykat tuaja të bukur dhe kaq ishte, e mbyllët me vuajtjet, themi. Çfarë vjen më tutje? Realizimi dhe kjo është e vetmja gjë e sigurt. Përshëndetje shenja ime dashur e Demi se më vini përsëri këtu ja ku jemi përsëri në Zodiac Oracle. Është muaj i ri, ju uroj një muaj të mbarë, ky muaj për ju nis me hënë të plot në shenjën tuaj. Çfarëdo gjë ka të bëjë me vlerën tuaj, kush jeni ju, çfarë kërkoni të arrini, me objektivat që kishit vendosur shumë kohë më përpara. Mos themi që nga janari këtij viti e tutje, do i rishikoni edhe një herë, është momenti për të rivlerësuar situata që kanë të bëjnë me detyrime kundrejt të tjerëve, me detyrime që të tjerët ju kanë juve flas ekonomiko-financiare, me dashuri të vjetra, me armiq, me gjëra që dalin në sipërfaqe, kujdes juve që keni bërë gabime, do përballeni me pasojat e gabimeve tuaja, ose në qoftë se po flasim për një tradhti do zbuloni tradhti dhe kjo gjë nuk ka për të pëlqyer dhe ju dini shumë si reagoni në situata të tilla. Është një muaj që nga fundi i tij pastaj sjell situata përsëri që kanë të bëjnë me përballje në çift, që kanë të bëjnë me rishqyrtime të një marrëdhënie në çift, që ka të bëjë me rishqyrtimin e një kontrate pune, që ka të bëjë me rishqyrtimin e një kontrate me natyrë notariale, ligjore, që ka të bëjë me një kërkesë për një punë të re ose për ndryshim pune. Do kërkoni, nuk e di, ju të demit. Do keni atë tendencën për të kërkuar ndryshim pozicioni pune, ose thjesht pune. Sido që të jetë është një muaj i cili dhe ju sjell arritje dhe mundësi i realizimi, por që në total të ti ju trysnon para se ta sjellë realizimin. Do flasim për këto në parashikimet e muajit.
do i gjeni në YouTube. Për sa i përket parashikimeve personale, më shkruani numrin WhatsApp 069 640 2290. Tani, për sa i përket ditës së nesërme të bukur, jeni të lirë të veproni si të doni ju, domethënë mund të arrini objektiva, mund të arrini qëllimet tuaja, mund të çoni përpara punë që keni lënë pezu, pra mund të riktheni dhe njerëz situatave të tilla dhe të keni dhe sukses, por mundoni të evitoni arrogancën, mundoni të evitoni nxitimin edhe impulsivitetin. Nëse këto elementi i mbani larg, atëherë ka shumë gjasa që nesër fal iniciativës tuaj ju të arrini një objektiv shumë të rëndësishëm për të cilin keni kohë që po përpiqeni. Dhe ka shumë gjasa po të kemi qenë në janar të këtij viti që po përpiqeni të arrini këtë lloj objektivi dhe me sa duket ja dilni. Tani nuk do kaloj pak më tutje në kohë, sepse i bie të vemi shumë pas në kohë, por që po marrim janarin njërë. Përsa i përket ditës së martë, shumë prej jush ndoshta lidhin një bashkëpunim shumë të rëndësishëm që do të ketë goxha kozjatje dhe shumë përfitim dhe arritje pozitive, ose shumë të tjerë prej jush ndani mendjen të martoheni, të krijoni familjen tuaj, do t'ju bëhet pra një propozim i tillë dhe bravo shumë mirë bëhet qefi për ju. Përsa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur ju thotë mos u nxitoni, mos u përpiquni me duhe mos të arrini të zgjidhni diçka apo të pozicionoheni lidhje me diçka, nëse ndjeni se nuk duhet të merrni pjesë në situatë caktuar, nëse e shikoni që pavarësisht sistemeve tuaja koha ka ngecur, atëherë duhet të kuptoni që ka ngecur për një arsye, pra nuk është ky momenti. Do prisni dhe pak derisa të vi ai realizimi për të cilin keni nevojë. Por mos luftoni dhe mos u përpiquni me forcë të egzageruar ditën e mërkur të sillni diçka në jetën tuaj, kur e shikoni që kjo gjë nuk do. Përderisa nuk do, ka një arsye. Lëreni thjesht punën të bëj punën e vet. Domethënë, ka një proces, zbatoni procesin, keni besim fundjet tek procesi e gjërave. Përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte ju lidh me shenjat e ajrit. Tani ju vet mund t'i përkisni një shenjë ajri, që mund të jetë një binjak, mund të jetë një ujor, mund të jetë një peshore, dhe do shikoni që dita merr ato nuancat e komunikimit, të tregtisë, të inteligjencës artificiale, do me thënë do ju lidhi shumë puna me çfarëdo lloj gjë ka të bëjë me procesin mendor, çfarëdo gjë ka të bëjë me komunikimin, me korrespondencën, me tregtinë, me kontrata të rëndësishme dhe prandaj po ju them, është një ditë shumë e rëndësishme nëse se doni të bisedoni për çështje pune, nëse doni të sillni më tepër teknologji në punën tuaj, nëse doni të bëni një reklam punës tuaj, nëse puna juaj përfshin tregtinë apo jo dhe vetëm, tregtin, telekomunikacionin, mediat, të gjitha këto mera, atëherë është një ditë shumë e favorshme për të diskutuar për gjëra të tilla, realizimin do shikoni më vonë, gjithmonë. Por që është një moment i rëndësishëm për të parë gjëra të tilla. Mos harroni Merkuri është retrograd dhe do shumë kujdes për çfarëdo gjë diskutohet dhe bisedohet, por përjashtojeni ju që e keni në hartën tuaj të lindjes, në momentin tuaj të lindjes, domethënë keni pas vetë Merkuri retrograd, ju vërtet që mund të shpresoni në një kontratë shumë të rëndësishme që ndryshon punën, jetën në përgjithësi. Domethënë çfarëdo gjëra tash dhe tash kujdes, për ju vlen e kundërta. Ecni sepse ju del shumë mirë, por duhet të dini se si e keni, retro apo direkt. Pozicion direkt. Kjo është shumë e rëndësishme. Shumë faktorë i rëndësishëm. Përsa i përket ditës së premte, një ëndër bëhet realitet ose ndjeni se keni gjetur qëllimin e jetës tuaj, ëndrrën tuaj do i shkoni nga pas dhe ju sjell shumë realizime të tjera më pas, është shpresa, se asgjë nuk ka humbur, është ki besim se çdo gjë do realizohet, është u realizua sepse pate besim dhe nuk u dorëzove në momentin e fundit, është një moment kthjellimi shumë i rëndësishëm, është një frymëzim shumë i bukur që ju vjen dhe ju çon në, sikur se tash, realizimin tuaj. Asnjë gjë nuk ka për qenë rastësi, edhe nëse do ju duket e tillë, ndiqni sinjalet dhe keni për të arritur në sukses. Përsa i përket pastaj ditës së shtunë, dita e shtunë është dita që presim njerëz në shtëpi, kalojmë momente të bukura me miqtë tan, gjejmë zgjidhje përmes personave që na duan të mirën. Pra bisedat janë konstruktive, si të thuash, ose sjellin zgjidhje në një problemi që kishte kohë që ju shqetësonte. Pra vjen në formën e këshillës, por që vjen në momentin e dur, atëherë kur keni më tepër nevojë për të. Në vija të përgjithshme tregon që kaloni çaste shumë të bukura me persona të dashur,
prisni njerëz pranë familjes tuaj, hapni dyert e familjes tuaj për njerëz të dashur, dhe gjithashtu tregon se ndoshta në 4 muret e shtëpisë tuaj, në atë qetësinë që shtëpia juaj ju fal dhe siguria që ndjeni në të, gjeni zgjidhje në një problemi shumë të rëndësishëm ose një ide që do të keni kështu kot fekset nga se prisni, shtron rrugën për një realizim shumë të bukur dhe shumë të rëndësishëm prej këtij në vazhdim. Për sa i përket pastaj ditës së diel, ditën e diel po kuptoni, është të thuash një farë reflektimi, ku isha, ku jam dhe çfarë dua të arri, por më tepër ku jam, të paktën për momentin, dhe shumë prej jush do kuptoni që jeni ende në përpjekje sipër për të stabilizuar jetën tuaj, sa shumë keni ndryshuar, kjo gjë do vjet re me një herë, domethënë do shikoni se sa rrugë të gjatë keni bërë, pavarësisht se ju pret edhe më e gjatë akoma përpara, por që do ndjeni mirë. Do ndjeni mirë, do kuptoni që pa përpjekje dhe pa disiplinë asgjë nuk arrihet, dhe përderisa keni dalë deri tani, sigurisht që keni për t'ia dalë edhe prej këtej e në vazhdim. Tani në lidhje me një situatë të caktuar që mund të jetë krijuar në familje, në ekonomi, financa, në dashuri, kudo me radhë, këmbgulja është shumë e rëndësishme, disiplina është shumë e rëndësishme dhe për të gjithë juve që jeni të vendosur për t'ia dalë, besomuni, ju pret një sukses shumë i rëndësishëm pastaj aty nga pranvera. Po që vazhdoni siç e keni nisur se shumë mirë jeni. Përshëndetje, përshëndetje binjakëve dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiakor, këtu në parashikimet e javës për shenjën tuaj që normalisht jemi dhe në një muaj të ri, t'ju urojmë një muaj të mbar. Është një muaj i cili e kthen vëmendjen tuaj më tepër në çështje që lidhje kanë me mostarrëmje që jemi me Merkur retrograd dhe keni direkt ballë për ballë, domethënë është në shigjetar. Këtu çfarë do gjë ka të bëjë me rikthime, rishqyrtime, rianalize me radhë, ku dokumenta është rëndësishme, çështje ligjore, gjyqësore, çfarë do gjë ka të bëjë me bashkëjetesa, çfarë do gjë ka të bëjë me pensione të ndryshme, sidomos pas një ndarje, sidomos me domethënë çiftëzimin e me radhë të gjëra me radhë, ju do i rishqyrtoni edhe një herë. Kujdes me rikthime, do ju thosha, nëse keni nisur diçka të re në jetën tuaj, mos bëni gabim të gatërojeni përsëri me çështjet së kaluarës. Shumë prej jush do të keni mundësi realizimi të mira nëse Merkurin e keni retrograd në shenjën tuaj, për çështje që sapo thash, të paktën një sqarim do e keni si njerëz. Për sa i përket pastaj kësaj hënës së plot, i bie që tani datën 4, i bie që 3-4 në fakt, se ne të gjithmonë flasim për po që nisi më përpara kjo gjë ka nisur aktualisht, që kemi në shenjën e Demit për ju banesa 12, do thotë që i riktheheni çështjeve të së kaluarës, bëni paqe me veten, është një mundësi shumë e mirë për të bërë paqe me veten, është një mundësi shumë e mirë për të zbuluar se kush janë armiqtë tuaj ose çfarë ju fshihej për një kohë kaq të gjatë, edhe ju veproni në mënyrë të fshehtë dhe shumë mirë bëni, do thosha, në rastin tuaj, vetëm kujdes, mjafton të mos jeni makinacione kundrejt të tjerëve, domethënë mos të ecni me atë është të gjithë të mbrosh veten tënde dhe interesin tënd dhe gjithë tjetër të hysh në të drejtën e tjetrit, domethënë për sa kohë jeni thjesht duke u kujdesur për veten tuaj, jeni në rregull. Aty nga fundi muajit pastaj përsëri çështje pune, përsëri çështje shëndeti, përsëri çështje të tilla duhet edhe një herë ti shikoni dhe të qartësoni mirë. Në qoftë se jeni duke diskutuar brenda muajit për çështje pune, duke se aty nga fundi muajit marrin një trajt tamam të qartë se ku jemi aktualisht. Dhe në përgjithësi do flasim për to në YouTube se u zgjata shumë, por që këto janë çështjet kryesore që do t'ju monopolizojnë vëmendjen dhe objektivat edhe veprimtarit tuaja brenda këtij muaji. Për parashikime personale më shkruani numrin WhatsApp 069 640 2290 dhe përsa i përket ditës së hënë, dita e hënë ju gjen më të fortë se kur. Me sa duket po ndriçoni fort disa prej jush, këtu më tepër ju që jeni artista, ju që jeni në sport, ju që jeni në sipërmarrje të rëndësishme, juve që jeni personazhe publik, ju që jeni para projektorëve, ju që jeni aktiv në rrjetet sociale goxha, le të themi që jeta ose momenti po ju jep mundësinë të ndriçoni edhe më shumë dhe të keni arritje edhe më të mëdha. Sido që të jetë do të ndjeni mirë ditën e nesërme, keni mundësinë të arrini objektivat tuaja shumë kollaj dhe jeni shumë popullor në rrethin tuaj shoqëror dhe më gjerë, kështu që mundoni ta shfrytëzoni këtë gjë. Me shëndetin do të ndjeni shumë mirë dhe me financat jeni sikur po e merrni veten avash avash. Për sa i përket ditës së martë,
Këtu për çështje pune më tepër vlen kjo gjë, kështu që çfarë nis ditën e hënë dhe diskutohet ditën e hënë sikur se ju thash, ditën e martë merr një trajt të prekshme, që do të thotë këtu ju që jeni pa punë duket se emëroheni diku, konkretisht ama, ju që po kërkoni një ndryshim pozicioni pune duket se ja dilni dhe ju që shpresoni për diçka më shumë në lidhje me punën tuaj duket se edhe kjo gjë është e arritshme, pra të keni një rritje në detyrë apo të emëroni diku më lart. Ose thjesht të merrni një shpërblim, juve që po e prisni, kjo gjë arrihet. Gjithashtu nëse ju lidh puna ditën e martë me çështje me zyra dhe institucione shtetërore, duket se ka persona aty brenda që do ju ndihmojnë të arrini ju objektivat tuaja. Për sa i përket ditës së mërkur, dita e mërkurit tregon shumë qartë që çfarë është e kaluar dhe unë ju thash për këtë gjë, është e kaluar dhe nuk mund të kemi më kthim pas në kohë. Kështu që do të ndjeni shumë pavarësisht mirënjohjes, pavarësisht ndoshta edhe admirimit që mund të keni për personin që patët në jetën tuaj, për shkosa e patët, e kuptoni shumë qartë që nuk mund të kemi më kthim pas dhe kjo gjë do mbetet e kaluar, pavarësisht tash mirënjohjes dhe ndjenjave pozitive që ky person sido që të jetë ju ka lënë pavarësisht arsyes pse nuk mund të vazhdoni bashkë prej këteje në vazhdim. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita e çiltërsisë, e pastërtisë, e fjalëve të vërteta, të sinqerta. Dikush do vite do ju thotë diçka, por janë me të vërtetë fjalë të ndjera, ose ju mund të jeni ata të cilët do të doni të shfaqni ndjenjat tuaja të sinqerta, sido që të jetë, mundoni kjo mos ta kaloj cakun e naivitetit, mos tregojeni më të mirë nga ç'duhet, të tjerë do mundohen t'ju shfrytëzojnë mirësinë tuaj. Është një moment shumë i bukur që pikërisht për shkak të mirësisë tuaj, të pastërtisë tuaj, të sinqeritetit tuaj dhe të qeni drejt për drejt, fitoni diçka të madhe, pra ju falet diçka, ju jepet diçka, dhe një dëshirë e juaja duket se realizohet ditën e enjte, mjafton këtë dëshirë ta shprehni me sinqeritet, do të thënë të jeni të drejt për drejt, të sinqert dhe e arrini me pak fjalë. Me çështje shëndeti duket se jeni mirë dhe nëse keni pas probleme, ditën e enjte ju del mirë çdo gjë, domethënë duket që nuk do keni probleme më. Përsa i përket ditës së premte, dita e premte ka të bëjë me cikle që mbyllen, karma, fati, procesi, merr një fund, mbaron këtu. Për disa mund të jetë një cikël shumë i gjatë, mund të jetë një cikël 10 vjeçar, për disa mund të jetë një cikël thjesht 2 vjeçar e gjysmë, për të tjerë thjesht 1 vjeçar, një mujor, varet, do të thonë se secili do e gjejë veten në këtë proces, por sido që të jetë, është një cikël i caktuar që mbyllet me marrëdhënie që nisën dhe nuk përfunduan, me një bashkëpunim që nisi dhe nuk përfundoi, me një çështje personale që ndryshoi gjatë rrugës, me mendimet tuaja që nisën ndryshe dhe përfundojnë ndryshe, pra edhe ju vetë nuk do jeni më të njëjtët pas kësaj situate, por që thjesht mbyllet një cikël dhe mbaron këtu një rrugëtim i caktuar në jetën tuaj, me persona dhe situata sigurisht. Dhe kjo është dita e premte, përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë ju jep mundësinë juve që keni kohë që po kërkoni personin e jetës ta gjeni realisht atë. Do thënë, po, ka disa prej jush të cilët e mbyllin me një marrëdhënie, por ka dhe të tjerë të cilët kanë kohë që e kanë mbyllur dhe këtu shpërblen duke gjetur diçka të re dhe beson më një sa herë ka për të qenë e vërtetë dhe ka për të zgjatur në jetën tuaj. Kjo lidhet me shumë gjëra, sepse kur shikojmë letrat, këtu mund të rezonojë gjithë energjia e hartës tuaj, gjë që do ishte ndryshe po të flisnim për astrologjinë, që do përqendroheshim tek shenja e diellit, tek ascendenti, do thënë, është çik më ndryshe kjo pjesa këtu. Përsa i përket pastaj ditës së diel, dita e diel është dita që ju tregon se prej këtej në vazhdim fokusin tuaj do ta keni vetëm mbi veten tuaj. Nuk duhet të ndihmoni më të tjerët, nuk duhet të bëheni copa për të tjerët, më tepër jepini vlera vetes tuaj dhe fati kthehet me anën tuaj kur ju fatin tuaj mbani për veten tuaj dhe nuk e shpërndani lart e poshtë. Përshëndetje nga Forës dhe ja ku jemi përsëri këtu në Zodiakorkun, parashikimet e javës për shenjën tuaj dhe sigurisht që jemi në një muaj të ri dhe sigurisht do ju themi ju urojmë një muaj të mbar, ai trekon që u zhvillua aty nga fundi i tetorit ende është aktiv sigurisht dhe akoma ju
favorizon juve të 10 ditësit të fundit, ende Saturni, Neptuni janë në shenjën e peshqve atë nga fundi dhe sjellin gjëra të mira edhe për ju. Trekëndsh mbetet akoma me Jupiterin nga shenja juaj dhe mundoni të kapni ato mundësitë që muaji ju ofron. Sigurisht nuk kanë për të qenë të lehta sepse dhe shumë sqarime do të bëjnë gjatë këtij muaji dhe shumë spastrime bëjnë gjatë këtij muaji, por që sido që të jetë pavarësisht të vështirësive ose zhgënjimeve, realizimi është i juaj dhe suksesi mbetet të jetë i juaj për të gjithë juve që sigurisht do dini të kapni momentin tuaj apo jo. Dhe nuk do qani fatin tuaj të zi, kur ndodhin gjëra të çuditshme, por do thoni, më mirë që ndodhi kështu, mundësi për të ecur më mirë përpara. Pra ky është një aspekt, muaji nis me hënë të plot në shenjën e Demit, por ju është banesa 11, çfarëdo gjë ka të bëjë me shoqërinë, çfarëdo gjë ka të bëjë me ëndrat, çfarëdo gjë ka të bëjë me objektiva dhe realizime, çfarëdo gjë ka të bëjë me grupime shoqërore, me sindikata, ku ju mund të merrni pjesë me çfarëdo lloj grupimi qoftë, ai fetar apo ecë gjëse kush i angazhuar secili prej jush, këtu marrin një farë fundi ose ndryshon situata, ndryshon individ, ndryshon struktura. Disa prej ëndrave që do shikoni që nuk ju shërbejnë më, disa prej personave që kishin premtuar ndihmë ndoshta nuk do e mbajnë fjalën dhe sjell një farë zhgënjimi, por kuptoni se kush është kush. Edhe në përgjithësi këto gjëra keni fillimin e muajit, ande nga fundi i muajit pastaj situata përmirësohet për ju. Çështje që kanë të bëjnë me dashuri të reja, me persona të rinj që vinë ende në jetën tuaj, po do bëni çik, do ngatëroheni pak, e vërteta është me rikthime aty nga deri në datën 19, do jeni çik kështu të dyzuar edhe ju, mos ngatëroni të kaluarën me të tashmen edhe lëren pastaj me të ardhmen. Prandaj po ju them me kujdes, sido që të jetë parashikimet e muajit do i gjeni në YouTube Zodiac Oracle, besoj brenda javës, të paktën momentet kryesore të muajit. Dhe nuk hezitoni nëse keni diçka që doni ta analizoni, shikoni në mënyrë personale, atëherë shumë më shkruani numrin WhatsApp 069 640 2290 për të rezervuar takimin tuaj pra. Për sa i përket tani ditës së hënë, dita e hënë sjell e para një herë që ju shoqëro Zot e ktheni vëmendjen nga vetja juaj dhe kuptoni se nëse ju të parët nuk e doni veten tuaj, atëherë askush nuk ka për t'ju dashur juve dhe në qoftë se nuk ju dim se vetja si fillim, askujt nuk do i vi keq për ju. Kështu që duke qenë se e ktheni vëmendjen nga vetja juaj dhe shikoni interesin tuaj, dita e hënë ju sjell një mundësi shumë të mirë realizimi. Për çfarëdo gjë do diskutoni, do kërkoni, do e keni si objektiv, duket se është pikërisht kjo qasje që do keni ndaj vetes, ajo që do ju sjellë dhe suksesin në punë, në dashuri dhe në çfarëdo gjë tjetër ose kudo tjetër kërkoni të realizoheni. Për sa i përket ditës së martë, ditën e martë do ju thosha për të gjithë juve që keni pas një problematik në çift, të tipit mami çunit fut shumë punët në marrëdhënien tonë. Ju qeni meshkull, lejoni shumë mami të marrë pjesë në marrëdhënien tuaj në çift dhe keni bërë gjëra të lëmsh, ose keni lejuar që një femër tjetër të futet midis jush, atëherë do keni përballje me këtë femër edhe një herë, sepse nuk është era e parë, është shumë përsëritur kjo pjesë, por që duket sigurisht që përballje kështu drejt për së drejti tani se si do dalë nuk e di, por që e bukur nuk do jetë. Ama nxjerr shumë gjëra në pa dhe në fund të fundit çfarëdo gjë do thuhet apo çfarëdo përballje do jetë kjo, të paktën ju ndihmon në fund të arrini një farpaqje me veten tuaj. Kujdes në ambientin e punës, nuk ju leverdis të përplaseni me prore femra. Nuk ju leverdis, më dëgjoni, sidomos që ose jeni dhe femra vet, dhe me vjerën tuaj, me ndonjë punat që keni çikshu, nuk është mirë, domethënë, të keni përplasje. Unë do thosha përdorni inteligjencën tuaj, përdorni sharmin tuaj, përdorni aftësitë që keni intelektuale për t'ia dalë në këtë çfarëdo gjë do krijohet. Por juve pastaj që jeni në një marrëdhënie prej kohësh dhe do zbuloni se pa dashje keni qenë personi i tretë në një marrëdhënie, nuk dua të imagjinoj se çfarë mund t'i bëni personit tjetër, nuk do doja fare të isha aty ta shikoja, por që sido që të jetë edhe mund të zbuloni se pa dashje keni qenë e përfshirë në një marrëdhënie treshe, pa dijenin tuaj. Tani për sa i përket ditës së dhe nuk marrim para dhe nuk japim hua para gjatë ditës së martë bemi lëmsh. Për sa i përket ditës së mërkur, çështje fëmijësh, duket se janë në fokusin e vëmendjes tuaj, janë çështje të cilat zgjidhen, nëse keni pas probleme pra me fëmijët tuaj, nëse keni pas një çështje prindërimi, domethënë keni pas të vështirë
të arrini këtë objektivin tuaj duke tani është me kollajt për të arritur këtë gjë përmes një in vitro ose një konsultimi që do të keni me një person kompetent të paktën në fushën e vet, duket se ja dini të gjeni zgjidhje një çështje që ka të bëjë me fëmijët tuaj. Gjithashtu është dita që do të jeni më shumë të shkujdesur nga ç'keni qenë deri më tani, nuk doni të mbani shumë përgjegjësi për gjëra të rëndësishme, doni të jetoni pak të shkujdesur sikur se thash dhe të dilni pak më tepër, nuk do të jeni shumë të angazhuar për të zgjidhur çështje të rëndësishme, merrni gjërat kollaj dhe lehtë ditën e mërkurë, pavarësisht ama kësaj tendencës tuaj për të marrë gjërat lehtë dhe për të mos u përfshirë në gjëra të rëndësishme. Nëse do ju duhet të merrni një vendim të rëndësishëm, mundoni të qëndroni me këmbë në tokë. Në përgjithësi është një ditë fati dhe çirtërsia juaj duket se shpërblehet me gjëra të bukura. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita që do sigurisht do të përjetoni ndikimin e Merkurit retrograd. Kujdes me çfarëdo gjë është elektroshtëpiake, elektronike, çfarëdo gjë ka të bëjë me komunikimin, çfarëdo gjë ka të bëjë me korrespondencën. Do t'ju çekojini mesazhet tuaja, çfarë nisi dhe çfarë ju nisin. Respektoni afatet e dorëzimit të punës tuaj dhe të zgjidhjes së çështjeve të caktuara dhe kujdes me mjetin tuaj sepse mund t'ju shfaqë probleme. Për sa i përket tani ditës së premte, favorizohet çfarëdo gjë ka të bëjë me çështje ligjore, gjyqësore, administrative, favorizohet çfarëdo gjë ka të bëjë me zgjidhjen e një problemi që ka të bëjë me shëndetin tuaj. Ju fundja, duket se fal studimit ose impenjimit tuaj në një çështje të caktuar gjeni zgjidhje, por nëse se është një çështje e cila kërkon ndërhyrjen e një specialisti të fushës, atëherë nuk ka për t'ju munguar kjo gjë dhe çdo gjë duket se ju del shumë për mirë. Po vetëm vjen me zgjidhje problematikash të caktuara. Çështje studimore duket se eci shumë mirë ditën e premte. Për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita e dhuratave. Nuk e di se për çfarë do festoni, nuk e di se çfarë do të jetë kjo festa e madhe që po ndodh në jetën tuaj, por vjen në formën e dhuratave. Domethënë është diçka që po e prisni dhe realizohet dhe është një ditë që duhet të jeni falendërues ndaj çfarëdo gjë që po arrini apo keni arritur deri më tani. Është ditë bollëku, prosperiteti dhe nuk di ç'të them më shumë se kaq, shijojeni. Për sa i përket ditës së diel, pastaj dita e diel ju thotë edhe një herë mos u mbisni më kot duke u menduar, duke pritur, duke e kaluar kohën në pritje. Thjesht kapeni mundësinë sepse mundësi ka dhe kapeni tani sepse më të tjera nuk do të keni. Kështu që shfrytëzojeni kot nuk po ju them këtë muaj dhe këtë javë për çfarëdo gjë kërkoni të arrini dhe të realizoni. Përshëndetje, përshëndetje një Luani dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Është një muaj i rëndësishëm gjithashtu, t'ju uroj një muaj të mbar. Sjell çështje që kanë të bëjnë me në statusin, me arritjet tuaja për sa i përket punës, karrierës, tani martesave, imazhit tuaj publik, kështu që kemi një goxha, diçka mbaron dhe mbaron, nuk do thosha mirë tamam, aty te tani nga fillimi i muajit 3-4 data, kemi hënë të plot në shenjën e demit, kështu që çfarëdo që ka të bëjë martesën tuaj, me statusin tuaj publik, unë do të thosha mos u ekspozoni shumë, ekziston mundësia që të ekspozojeni shumë edhe të bëni punë vetes, pavarësisht sa të lënduar mund të jeni ose pavarësisht sa të zhgënjur mund të jeni për çështje të caktuara, ruani të thuash atë integritetin tuaj, imazhin tuaj, martesë do të hasni probleme, vjetre një krizë e madhe, ose të paktën flasim hapur. Thuaj gjërat hapur, me letra të hapura në tavolinë. Është si është situata në çift, është ashtu si është. Dhe për çështje karriere vlen po e njëjta gjë. Tani Merkuri retrograd në shenjën e Shigjetarit, akoma shikojmë, shqyrtojmë çështje që kanë të bëjnë me dashurinë, me fëmijët, me sipërmarrjet, me dritat që ndriçojnë mbi ju të projektorëve, me jetën tuaj në përgjithësi. Keni akoma kohë për të menduar rreth këtyre gjërave, derisa të kaloj pastaj aty pas datës 19, të kaloj përsëri në shenjën e Akrepit dhe të jetë i drejtë dhe aty pastaj çfarëdo gjë ka të bëjë me familjen, me çështje familjare, me çështje pronash, me çështje të tilla, rikthehen në vëmendjen tuaj për t'u zgjidhur, besoj dhe uroj përfundimisht, por që në vjet të përgjithshme është një muaj që do ju bëj lëmsh.
Dhe sidomos deri nga data 13 njerë keni parasysh këtë gjë. Kështu që gjërat merreni me kujdes. Lëreni mënjan, acarimin, nervozizmin, lefin, arrogancën, nuk e di se çfarë, se do ju prishi juve më shumë punë dhe fokusojeni në gjëra që janë më produktive. Tani për këto do flasim në YouTube Zodiakor KO për parashikimet e muajit. Ju në qoftë se keni diçka personale që doni ta shikoni, ta shurtojmë bashkë, shumë mirë më shkruani numrin WhatsApp 069 640 2290 për të rezervuar takimin tuaj. Tani, dita e hënë nis me shumë energji të lartë, me thënë të drejtën, ja ku jeni vetë shenja e luanit apo jo, për atë po flasim. Nëse keni dashëndet në shenja të tjera të zjarit, edhe më e rëndësishme kjo dita e hënë për ju, çfarë do të gjë pra ka të bëjë me ëndrat tuaja, objektivat tuaja, çështje ligjore, gjyqësore, administrative, çfarë do të gjë ka të bëjë me dëshirën për të ecur përpara, me një sipërmarrje, me biznes, me gjëra të tilla, me leadership në përgjithësi, atëherë ja ku e keni mundësinë, vetëm kujdes arrogancën, kujdes nxitimin, kujdes impulsivitetin, sepse këto nuk do ju dalin fare për mirë, do arrini rezultatet e kundërta. Përsa i përket pastaj juve që truti keni shqyr zotit në kokë, dhe do dini se si ta përdorni strategjinë për të mirën tuaj, atëherë çdo gjë duket se ju del mirë, sidomos për çështje pune dhe arritjen e objektivi shumë të rëndësishëm që doni të arrini pra prej kohësh. Për sa i përket ditës së martë, dita e martë është dita që lindin bashkëpunime të reja, por më tepër flasim për financime. Do me thënë, në qoftë se duhet një sponsor, një financues, një person i cili garanton, ju garanton mbështetjen dhe garanton financat, investimet pra, atëherë shumë mirë ju ecin gjërat. Në qoftë se dëshira juaj ishte marrja një kredie, atëherë edhe kjo gjë është e mundur dhe realizueshme, kështu që për çështje financash dhe sidomos sponsorizimesh, financimesh, garancish, ja ku jeni dhe çdo gjë ju del shumë mirë ditën e martë. Ose mund të lidhni një bashkëpunim shumë të rëndësishëm me një person të rëndësishëm i cili ju del garant për vazhdimsinë e punëve tuaja, të biznesit tuaj, të sipërmarrjeve tuaja. Për sa i përket ditës së mërkurë, ditën e mërkurë do thosha kujdes nga çfarëdo gjë ju shkëlqen, nuk është flori, do digjeni keq. Kujdes të gjithë juve që po luani me zjarin në një mënyrë apo në një tjetër, sepse do digjeni keq vetë. Kështu që nuk është një lojë që duhet ta bëni tani, nuk ju del për mirë, bëni kujdes. Çfarëdo gjëje vjen, shfaqet në jetën tuaj brenda ditës së mërkurë dhe është e re, bëni kujdes sepse është manipulim, është mashtrim, është gënjeshtër. Mund t'ju shkëlqejë në fillim, po do digjeni në fund. Kështu që me kujdes. Duke qenë se edhe Merkuri është retrograd, mundoni ta kuptoni ka gjë. Por sa i përket pastaj ditës së enjte, dita e enjte është dita ja pra. Çfarë nis ditën e mërkurë, bitisë ditën e enjte kaq shpejt, që do të paktën që nuk do zgjaset e gjatë. Kështu që kujdes mos të dilni ju, kujdes mos jeni ju mashtrues, kujdes mos jeni ju gënjeshtërët. Tash kujdes me imazhin tuaj në përgjithësi, por që nëse le të themi dele vërteta në pa dhe zbuloj se çfarë është e vërteta dhe çfarë është gënjeshtra. Thjesht uroj të mos jeni ju ata të cilët po silleni në mënyrë të tillë, do e pësoni keq pastaj. Shumë keq. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte për të gjithë juve që keni kohë që po mundoheni, po përpiqeni të sillni far stabiliteti në jetën tuaj, të arrini këtë lloj stabiliteti fundja, qoftë me ekonomi, financa, qoftë me dashurinë, qoftë me mirëqenien tuaj në total, prosperiteti, çfarë do të ka të bëjë pra me prosperitetin, me qetësinë mendore nëse e doni dhe kështu, po dhe atë realizimin material, arritjen, domethënë, stabilitetit material në jetën tuaj, atëherë duket se arrihet, por nuk është arritur kollajt. Do të thonë duket që e gjeni qetësinë tuaj pas një turbulencë shumë të madhe që keni kaluar. Dhe fundja, ajo çka kuptoni është që ashtu si jemi së brendshmi, ashtu reflektojmë dhe si jashtëmi, ose më saktë kuptoni atë thënien o Zoti i Madh që nejse. Ajo çka është brenda, ajo do jetë dhe jashtë, edhe ju e kundërta, me thënë të drejtën. Kështu që është një proces që kuptoni se çdo gjë varet nga juve vetë dhe kuptoni më në fund që çelësi dhe ky është i suksesit dhe i arritjes. Një thotë jesh mirë së brendshmi, çdo gjë do reflektoj shumë mirë dhe si jashtëmi. Është një ditë shumë e mirë për të komunikuar idetë tuaja dhe për të thënë gjërat e vërteta siç janë dhe duket se gjeni zgjidhje për sa i përket shëndetit tuaj. Pra është moment stabiliteti. Avash po stabilizoheni në jetën tuaj, por kjo gjë arrihet pasi keni kuptuar se vetëm kur jeni mirë së brendshmi ose vetëm kur vërtet doni të jeni mirë, atëherë keni për të qenë mirë. Pra çfarë është e brendshme reflekton si jashtëmi.
Kaq gjë, do të thënë manifestimi i thjeshtë, ta kuptoni këtë gjë. Për sa i përket pastaj ditës së dita e shtunë, apo jo. Për sa i përket pastaj ditës së shtunë, ditën e shtunë prisni çfarë do. Kjo ju godet si rufeu, do të thonë dita e shtunë ju godet si rufeu. Është fati, janë pasojat e veprimeve tuaja, sigurisht për të gjithë juve që keni gabuar rënd, keni për ta pasur shumë rënd. Pra ka kthes në fatin tuaj dhe kjo është diçka e paparashikueshme, sigurisht që është diçka që ju e keni krijuar vetë, pavarësisht se shumë herë nuk kemi koshën për ato çka sjellim në jetën tonë, por këtu kemi ndërhyrjen e asaj që quhet drejtësi hynore. Blen për të gjithë juve që keni bërë diçka gabim, ose për të gjithë juve që duhet të shpëtoni nga një situatë e cila është e keqe, e vështirë për ju, mund ta shikoni si o Zoti i Madh më gjeti mua, por më vonë do kuptoni se në çfarë rreziku ndodhesh, do thoni faleminderit që shpëtova me kaq. Për sa i përket pastaj ditës së diel, dita e diel është dita që po sigurisht kuptoni se sa të manipuluar keni qenë, kuptoni se sa të tjerët ju kanë vënë përpara dhe ju kanë përdorur dhe si ju kanë përdorur dhe duke qenë se bëni paqe me këtë pjesë, duke qenë se e kuptoni ka gjë, keni dhe mundësinë të shkëputeni nga këto lloj makinacionesh dhe të fitoni përsëri jetën tuaj mbrapsht. Pra, dhe drejtoni ju jetën tuaj prej këtej në vazhdim dhe jo më të tjerët, por duhet të ndë tjetra që nëse keni qenë ju ata të cilët keni dash të manipuloni të tjerët, keni qenë ju ata të cilët keni dash të luani me jetët e të tjerët dhe keni keq orientuar, keq përdorur, besoni nuk e keni idén me çfarë pasojash do të përballeni. Dhe si dita e shtunë, edhe dita e diel tregojnë pikërisht ka gjë. Nëse keni qenë ju viktima të shpëtoni, por nëse se keni qenë ju ata të cilët keni viktimizuar të tjerët, atëherë do përballeni keq me pasojat. Përshëndetje, përshëndetje një Bëgjëreshës dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle. Është muaj i ri, ju uroj dhe një muaj të ri, po flasim sigurisht për javën si gjithmonë, por që duke qenë se jemi dhe në muaj të ri, ju uroj të jetë i mbar për ju. Ashtu, me thënë të drejtën, për të gjithë juve që i përkisni 10 ditëve të fundit, akoma keni mundësi realizimi, Saturni aty tek peshqit ndihmon, pavarësisht se është retrograd, ndihmon që të arrihet një farë realizimi, por nuk do jetë i kollaj. Do me thënë duhet që akoma të kaloni, të tregoni, të provoni që e meritoni realizimin, sepse edhe Neptuni ju a bën çik gjëra të lëmsh, duke u bërë më të bukura, më të zbukuruara, më të lehta, por që sido që të jetë mundësia e realizimit ekziston. Edhe Jupiteri nga shenja e Gafores ndihmon, ajo çka është e vështirë është fakti që Merkuri në shenjën e Shigjetarit do të jetë retrograd deri afër datës 19, kështu që këtu ndajeni mirë mendjen të dashurit e mi, se si do vej puna, sidomos për çështje që kanë të bëjnë me të kaluarën, dashuri që përsëri kthehen nga e kaluara, kujtime që kthehen nga e kaluara, përjetime të së kaluarës, me të cilat do ta mbyllni për mendimin tim, mirë e bukur këtë muaj, të paktën deri afër datës 19, sikurse ju thash. Mos i ngatëroni gjërat dhe mos u bëni lëmsh, ndoshta kjo është arsyeja pse gjërat po vinë kështu si po vinë, që ju, për të gjithë juve që do dilni të rezistoni, do ja dilni me sukses në fund, do thoni që shpëtova, pavarësisht provave dhe pavarësisht sfidave, do ja keni dalë. Kështu që me kujdes, do me thënë, për çështje familjare të së kaluar, çështje pronash, do më bëni kujdes me këto, dhe ekonomi financash, as i bëhet fjalë. Dhe aty nga fundi muaj duket se, përsëri gjërat marrin vendosen një farë linje edhe për ju. Për çështje pastaj pune, në diskutime sipër do të jeni, do të ketë edhe realizime, por më tepër anojnë andaj nga fundi i muajit, sikurse po ju thosha. Tani, për sa i përket kësaj jave, dhe pa haruar që nëse keni diçka që doni ta konsultoni ose për cilën doni të konsultoheni, shumë mirë më shkruani numrin në WhatsApp 069 640 2290 për të rezervuar takimin tuaj në privat. Dita e hënë, çfarë të kërkosh, atë dhe do marrësh. Thjesht qëndroni të hapur ndaj universit, dëshirave, objektivave, me të vërtetë. Kush është i qartë në mendimet e veta, kush e di se çfarë do dhe çfarë po kërkon, ka për ta marrë. Mjafton të dini se si, ose mjafton ta kërkoni. Pra qini të hapur kundrejt mundësive, edhe çdo gjë është e mundur. Për sa i përket ditës së martë, shumë prej jush jeni duke ecur përpara pas pas shkatërimit dhe pas tërmetit, jeta vazhdon. Kështu ta imagjinoni këtë situatën e ditës së martë,
Pavarësisht çfarë gjëje ka ardhur në jetën tuaj, do ka sjell çik me kokë poshtë, duket se e keni gjetur forcën dhe po ecni përpara. Asgjë nuk e dini se ku po ju çon ky realitet i ri, por sido që të jetë, thjesht mjafton të keni besim tek vetja, të keni besim tek procesi, thjesht të vazhdoni kështu si e keni nisur dhe çdo gjë ka për të ecur mirë. Mos bëni shumë pyetje se si qysh tek, thjesht vazhdoni dhe ecni përpara. Sa më të disiplinuar të jeni, sa më të përkushtuar të jeni dhe sa më shumë besim të keni drejt së ardhmes, aq më mirë ka për t'ju shkuar. Të gjithë juve femrat e shenjës, të cilat keni tani po nisni një lidhje të re dhe keni me dyshim, ose jeni në një proces të ri pune, ose sapo keni nisur një shtatzani, më besoni, shumë e keni marrë me frikë, me pasiguri, hiqini këto mendime negative, mendoni se do shkojë shumë mirë dhe shumë mirë ka për të shkuar. Për sa i përket pastaj ditës së mërkur, dita e mërkur është një ditë që sjell përsëri pasiguri dhe përsëri përballë me të kaluarën. Qoftë kjo një lidhje re që keni krijuar dhe duket se ka tiparet e një lidhje të vjetër, qoftë një lidhje e vjetër që kthehet në jetën tuaj, një person që kthehet në jetën tuaj nga e kaluara, duket se u bën gjëra të lëmsh. Për sa i përket ditës së mërkur, do të thosha gjithashtu kujdes me financat, nuk investoni, nuk huazoni dhe as nuk merrni hua. Kujdes, fjalët që do dëgjoni ka shumë gjasa të mos janë të vërtetat, janë thashë theme por që ju lëndojnë, dhe në përgjithësi kujdes me pasigurinë tuaj se ju prish punë, ju prish shumë punë. Për sa i përket, nuk janë situata që do zgjasin shumë, por që sido që të jetë e sjellin atë paqartësinë. Jemi në ndikimin e hënës së plot në shenjën e demit dhe sigurisht që pavarësisht se nuk është domethënë shenjë negative për ju ndihmon që të paktën me çështje të tilla të mund ta mbyllni në një farë mënyre, ta mbyllni një kapitull me situata të tilla sikurse ju përshkrova. Pra vinë këto pasiguri, këto frikra, këto problematika që të gjeni një farë zgjidhje dhe jo e kundërta. Tani për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita që bëni kujdes sepse dikush po tenton të futet të fusi hundët në marrëdhënien tuaj në çift ose në një bashkëpunim, mund të jeni bashkëpunim shumë të rëndësishëm, shfaqet një person tjetër që duket se me llafe, me shpifje, me gjëra ju prish punë, ose në çift bëni kujdes, dikush po mundohet ju prishi punë, mos lejoni që dikush tjetër të futet në mes. Por kuptoni një gjë, nëse personi tjetër arrit të futet në mes, do të thotë që marrëdhënia juaj nuk ka qenë solide mjaftueshëm. Nuk ka pas dashuri mjaftueshëm ose ka qenë momenti i krisjes midis jush dhe kjo do jetë një provë për të parë, a jeni të fortë mjaftueshëm për të rezistuar apo duhet kjo gjë të marrë fund tani. Pra, mund të vitet në formën e tronditjes, përsëri për mirë. Uroj. Tani përsa i përket ditës së premte, dita e premte është dita që punë atë ditë për të para pakës dritë, thonë kësaj, por që duket se po ja dini mirë. Kështu që vazhdoni me përkushtimin tuaj, vazhdoni me përpjekjet tuaj, vazhdoni me angazhimin tuaj, nuk ka për t'ju dalë për keq dhe keni për t'ju shpërblyer, sidomos përsa i përket çështjeve profesionale, sigurisht nuk mund të përjashtoj këtu ndonjë çështje familjare që po luftoni për t'ja dalë, ose një çështje ekonomisht financash, ose çfarë do gjë ka të bëjë me përditshmërinë tuaj, rutinën tuaj dhe detyrimet tuaja, duket se ja dini mirë ditën e premte dhe ju vjen dhe një farë vlerësimi, ju vjen dhe një fjalë e mirë që bravo ja dole, ose shko sa mirë e bëre, ose shqyr që je dhe ti. E gjëra të tilla domethënë me radhë. Për sa i përket pastaj ditës së shtunë, dita e shtunë është dita që ju tregon shumë qartë dhe lidhet me ditën e premte, çfarëdo gjë po punoni, jeni angazhuar, po mundoheni me mishe me shpirt t'ja dilni tani, çfarëdo gjë që ofti marrëdhënie re, një punë e re, një angazhim i ri, një investim nuk do e këshilloja, vetëm në qoftë se e keni Merkuri retrograd në shenjën tuaj, po keni mundësi të diskutoni, analizoni, përpiqeni dhe arrini gjëra, por sido që të jetë përpjekjet tuaja duket se gjejnë moment për të realizuar dhe për të arritur apo nga pranvera. Pra vazhdoni që keni nisur, shumë nga pranvera ka për të dalë çdo gjë e realizuar. Për sa i përket pastaj ditës së diel, dita e diel është dita që mundësitë janë të pafundme realizimi për ju. Thjesht do të ndani juve mendjen se çfarë është më e rëndësishmja për ju. Për shembull, jam në këtë vend pune, por kam dëshirë për të bërë dhe këtë gjë tjetër. Tani çfarë duhet të bëj? Të lë njërin për të kapur tjetrën? Mundësitë janë, sikurse po ju them, ju bën oferta nga më të ndryshmet. Thjesht do të ndani mendjen se ku do të jeni, dhe përsa i përket çështjeve të punës, dhe përsa i përket vazhdimësisë së jetës tuaj prej këtej në vazhdim me persona, situata. Duhet ta ndani mendjen, por që mendjen akoma më sa shumë nuk e keni ndarë. Pra do mbetet një ditë meditimi, qartësie dhe kthjellësie mendore, por që do të kuptoni se
çdo gjë është e mundur dhe e gatshme për ju, mjafton që edhe ju të jeni të gatshëm për ta kapur realizimin cili do qoftë ai. Përshëndetje një peshores dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Është një muaj i ri, ju uroj të jetë i mbar. Për ju nuk besoj se do jetë aq i vështirë sa mund të jetë për shenjat të tjera, sido që të jetë, mundoni të jeni objektiv, mundoni të mos nxitoni për të marrë vendime të rëndësishme. Merkuri është retrograd deri në datën 19. Për sa i përket çështjeve që lidhen me kontrata pune, me motra vëllezër, me gjëra të tilla, me ngjitoni, me tregtinë, me media, të veçani brenda mediave, mos besoni çfarë do gjë që u thuhet, që u komunikohet, nëse nuk e çekoni, do pjo çekoni. Kujdes me shkresa të rëndësishme, kujdes me çështje pune. Tash përjashto juve që mund ta keni Merkurin retro në momentin tuaj të lindjes dhe ju favorizon jashtë shumë ky pozicioni i tij dhe kjo gjendja e tij, ju të tjerë do më bëni shumë kujdes me çështje të tilla. Për sa i përket pastaj fundit të muajit, aty pastaj për çfarëdo gjë ka të bëjë me çështje financiare përsëri, të ardhurat tuaja, vlerat tuaja, parimet tuaja, aty i rishikoni gjërat edhe një herë, situata është pak kaotike deri në datën 19. Bëni kujdes, muaji s'do të jetë nis me hënë të plot në shenjën e Demit, që normalisht për ju nuk mund të them që është edhe pozicioni më i mirë i mundshëm i hënës. Do bëni kujdes me shëndetin tuaj, me çështjet përditshmërie, rutine, e gjëra të tilla me radhë, tregon se diçka i ka ardhur fundi dhe duhet të ndryshoni dhe ju mendjen tuaj në lidhje me një situatë të caktuar, një pritshmëri që e kishit fundja ose me një rutinë që nuk ju shkon më, dhe të marrë fund aty. Atëherë, do flasim për këto gjëra gjatë në YouTube, pasi bëhet fjalë Zodiac Oracle. Ju për të rezervuar takimin tuaj në privat, më shkruani në WhatsApp 069 620 2290. Po flisja për peshore normalisht, po. Dhe nëse mirë kam. Vazhdojmë tani. Përsa i përket ditës së hënë, kushdo ka nevojë për mbështetjen tuaj, mos ja kurseni, lutem shumë, mbështetjen për kushtimin, nuk e di, ti qëndroni afër, për aq kohë sa ka nevojë ky person të qëndroni afër, është një moment shumë i bukur për solidaritet, për filantropi, për mbështetje psikologjike, mendore, fizike, se do doni quajeni, dhe nuk humbisni asnjë gjë. Do ju thosha kaq. Kushdo ka nevojë për mbështetjen tuaj dhe ju ja jepni, ja falni këtë mbështetje, do kuptoni që përmes këtij aktit tuaj fitoni edhe ju vetë shumë. Do mësoni edhe ju vetë shumë përmes kësaj gjëje. Pra mos ja kurseni ndihmën tuaj dhe mbështetjen tuaj askujt ditën e hënë, sepse do ju kthehet 10 fish, ta themi thjesht. Për sa i përket, ose dhe ju nëse keni nevojë, nuk ka për t'ju munguar mbështetja e individëve të rëndësishëm. Për sa i përket ditës së martë, diçka e re po fillon, një punë e re, një shpërngulje në një banesë të re, në një shtet të ri, një lidhje e re, një iniciativë juaja që s'ka për t'ju dalë keq, një shtatzanim, nëse pritet për këtë gjë, sido që të jetë është një kapitull i ri që po nis në jetën tuaj dhe ka për qenë mjaft i bukur. Mos ja kurseni vetes ta shijoni në maksimum, është një eksperiencë e papërsëritshme kjo që po nis tani në jetën tuaj, çfarëdo gjë qoftë kjo gjë. Për sa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është dita e realizimit se çdo individ që vjen në jetën tonë e ka një afat të caktuar kohor në të cilin do të qëndrojë. Ka nga ata që vinë dhe qëndrojnë për jetë, ka dhe nga ata që thjesht janë stacione të caktuara në jetën tonë. Hipim dhe zbresim në ta. Kështu që këtë gjë do kuptoni dhe ju ditën e mërkur, që ka një arsye pse individët caktuar ishin pjesë e jetës tuaj dhe ka dhe arsye pse këta nuk do të vazhdojnë të jenë më pjesë e jetës tuaj, sepse kaq kishin për të ofruar, kaq kishin për të dhënë, prej këtij në vazhdim ju presi realizime më të mëdha dhe do vinë sigurisht këta do zëvendësohen me individë të tjerë, të cilët kanë për t'ju ofruar më shumë dhe sigurisht kanë për të çuar drejt realizimit tuaj. Përsa i përket pastaj kjo dhe përsa i përket marrëdhënieve në çift, dhe përsa i përket bashkëpunimeve, përsa i përket pastaj ditës së enjte, shumë prej jush do të ndjeni të bllokuar, shumë prej jush do të ndjeni të bllokuar në një situatë nga e cila nuk dini dot. Kjo mund të vijë në forum konkrete, do me thënë konkretisht ndjej se kam ngecur me jetën time,
mund të keni ngecur në një çështje familjare, çështje pune, çështje personale, por që sido që të jetë zgjidhje ka. Zgjidhje ka dhe keni vetë ju në dorën tuaj të gjeni zgjidhje kësaj situate. Thjesht do jetë një ditë që psikologjikisht do të jeni shumë të rënduar. Do t'ua them këtë gjë. Tani për të gjithë juve që keni bërë gabime në një të kaluar të caktuar dhe duhet të përballeni me drejtësinë, atëherë ja po keni edhe mos të zgjateni më shumë se kaq. Por që për çfarëdo gjë tjetër që ka të bëjë me financat, me çështje familjare, me çështje personale, do ju trysnoj shumë ditën e njëjtë kjo gjë, do ndjehet sikur nuk ka shpresë, në fakt shpresë ka, ta shikoni më vonë. Për sa i përket pastaj ditës së premte, nuk do jeni vetëm, po a them, nuk jam e shqetësuar fare për ato çka vijnë si mos realizime, vështirësi, bllokesa në jetën tuaj, sepse fati ju do. Fati ju do dhe jeni të mbrojtur ndaj çfarëdo gjë negative që mund të jetë duke ardhur kundrejt jush, qoftë kjo për sa i përket fatit, qoftë kjo për sa i përket vetë situatave që i keni sjell ndaj vetes tuaj, me pasigurinë, frikën tuaj, jeni të mbrojtur dhe asgjë e keqe nuk ka për t'ju ndodhur. Kështu që çfarëdo gjë mund të vi negative ose të jetë duke ardhur negative kundrejt jush ditën e premte, ndalon aty sepse mbrojtja është e madhe dhe asgjë e keqe nuk ju ndodh. Për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita e hijeve dhe është dita që bëni punë me veten tuaj. Përballeni me hijet tuaja, pasiguritë tuaja, frikën tuaj dhe kuptoni se ky është armiku i juaj dhe ka qenë gjithmonë armiku juaj më i madh. Dhe çfarë bëni? Aqë me veten dhe kjo gjë nuk ka më vend në jetën tuaj dhe ju shpëtuat. Pra është momenti më i bukur për të përballë pikërisht, për të dalë ball përballë frikës tuaj më të madhe dhe për t'i thënë zhduku se s'kem punë me mua dhe jam shumë mirë me veten time dhe çdo gjë ka për të më shkuar mirë. Bëni punë pra me veten tuaj, shadow work, siç themi ne. Përballje me të ecësh në pyllin e errët të jetës tënde dhe të dalësh më në fund në dritë, në selamet, si themi ne. Dhe ja dini, për sa i përket ditës së diel, dita e diel sjell atë një mundësi që vjen në jetë, universi ju do, sigurisht ju do dhe i ka parë gjitha vuajtjet tuaja, po i shikon, po i shënon, po shikon dhe përpjekjet tuaja dhe do vlerësoj dhe do shpërblej të gjithë ata që nuk dorëzohen. Kështu që nëse jeni ndër ata të cilët pavarësisht vështirësive që po kaloni, jeni të vendosur të arrini sukses në jetën tuaj, keni për të arritur dhe ka për t'ju dalë shumë mirë. Dhe po ju vjen një mundësi që njerë vjen në jetë, ose ato mundësit shumë të mëdha që vijnë në jetë dhe janë vërtet të mëdha. Çfarë mund të jenë puna e jetës? Një punë që më thënë keni pas ndër jetë, shëndeti, ju veç keni pas probleme, një zgjidhje që ka të bëjë me ekonomi dhe me financa, ju veç keni qenë në një situatë shumë problematike, më në fund shpëtoni, merrni jetën tuaj mbrapsht, shpëtoni nga një marrëdhënie shumë toksike. Ju që nuk keni bërë dot prindër ende që më në fund ja dilni dhe e shikoni këtë si një mrekulli që ka ardhur në jetën tuaj dhe ashtu ka për të qenë. Mrekullia është pjesë e jetës tuaj ditën e diel. Uroj që vërtet ta shijoni dhe ta vlerësoni këtë gjë që po vjen. Përshëndetje shenja Akrepi dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Sigurisht jemi dhe në një muaj të ri, ndaj dhe unë do ju uroj një muaj të mbar. Është një muaj i cili nis me hënë të plot në shenjën e Demit, por juve tregon se çfarëdo gjë duhet të mbaroj, duhet të përfundoj, një bisedë fundi që duhet bërë për sa i përket marrëdhënieve tuaja në çift ose një bashkëpunim i të rëndësishëm, ose një çështje ligjore ose një bashkëjetese që nuk po ecën ose që duhet të eci, duket se diskutohet të paktën ka nisur si situatë, do kulmohet aty datat 3 me 4 dhe sigurisht do të zjasë deri nga data e pakta 7. Në fakt ka dhe gjëra të tjera, kështu deri nga data 9 do themi ne. Kështu që deri atëherë ju jeni në diskutime sipër, jeni në zgjidhje çështjesh përfundimtare dhe çfarë nuk ju shërben më, e thjesht e ishin qafe dhe kaq. Merkuri sigurisht që është retrograd deri në datën 19, për të gjithë juve që e keni retro në hartën tuaj është shumë okay, nuk ju sjell probleme. Përkundrazi them se ju ndihmon të bëni paqe me veten, të gjeni zgjidhje në probleme të caktuara, të thoni disa të vërteta të cilat s'keni guxuar kur t'i thoni ose të dëgjoni persona që vinë dhe ju hapin zemrën për gjëra që as vetëm të shkonte në mundësi të dëgjoni ndonjëherë. Është momenti shumë i bukur për të hequr qafe armiq që i keni pas të përbetuar. Është mundësi shumë e mirë për të pasur të ardhura pasive nga aktivitete tuaja dhe çfarë do themi tani, shërojeni nga plagët e së kaluarës në përgjithësi ose të paktën shëroni mendjen tuaj. Kjo është ideja.
Aty nga fundi muajit pastaj do kthehet Merkuri i drejt në shenjën tuaj përsëri dhe ju keni ende mundësi pasi jeni pastruar, shëruar me radhë të arrini një objektiv tuaj të rëndësishëm që do mbetet çik pezu themi brenda datës deri nga data 19 dhe në përgjithësi është një muaj që nuk do ju lëri të qetë, do ju tërësnoj sigurisht. Mos ta harrojmë që Plutoni është në shenjën e Ujorit ende, çështje familjare akoma janë shumë të rëndësishme, kaluar akoma shumë pjesë e jetës tuaj. Me radhë po di analizojmë këto në YouTube Zodiac Oracle, kështu që le t'i kthehemi parashikimeve të javës. Sigurisht nuk harroni të më shkruani numrin WhatsApp 069 640 2290 për të rezervuar takimin tuaj. Kështu që përsa i përket ditës së hënë, unë do ju thosha evitoni çfarëdo gjë ju bën të ndjeni keq, të pakët, të cunguar, të jo të vlerësuar, që u ul vetbesimin, që ju nxjerr në pa më të keqen e vetes tuaj, qëndroni lart gjithçkaje është negative dhe ju lën në vend numero. Evitojeni çfarëdo gjë të keqe që nuk doni të përfshiheni me të pikërisht ditën e hënë, por edhe nëse është e pa evitueshme, mos u përfshini shumë. Profili ullët, ju lutem shumë. Përsa i përket ditës së martë, dita e martë kthem vëmendjen tuaj nga fëmijët tuaj. E para ju do të jeni shumë të çiltër vetë, shumë të çiltër, shumë rinor, shumë, domethënë, jo në humor për të marrë me gjëra të rëndësishme, me gjëra serioze, doni ta kaloni ditën pak më të qetë, por në përgjithësi u lidh puna me çështje që kanë të bëjnë me fëmijët tuaj, me sipërmarrje, me një investim që doni ta bëni që tash, vetëm nëse Merkurin e keni retrograd në hartën tuaj të lindjes, atëre po, mund ta bëni një gjë të tillë. Fati ju do dhe pavarësisht se do jeni çik kështu kuturu, do jeni çik tek krafsha mos u vrafsha. Pra, jeni të mbrojtur nga çfarëdo gjë e vështirë ju vjen. Do të keni më shumë dëshirë për të dalë, për të bërë biseda të çlirta, për të kujtuar edhe një herë se nga e nisët, me çfarë ëndrash e nisët dhe ku jeni aktualisht me këto ëndra tuaja. Është ditë e bukur e çiltër, e shkujdesur këtë dita e martë për ju dhe kryesorja ama zgjidhen çështje prindërimi edhe çështje që kanë të bëjnë me fëmijët tuaj dhe ju kanë shqetësuar këto kohë të fundit. Për sa i përket ditës së mërkur, dita e mërkurit tregon se asgjë nuk bëhet vet. Duhet të lëvizni këmbë e duar dhe të ecni përpara, çfarë u bë, çfarë ndodhi, nuk mund të rini tani të shani fatin tuaj të zi nga mëngjesi deri në darkë. Ecni përpara, kapni situatën dhe zgjidheni ashtu sikurse i takon. Me çfarëdo gjë kjo ka të bëjë me dashurinë, nuk eci diçka, punë e madhe mund të vi diçka tjetër. Përsa i përket punës tuaj, nuk u realizohet diçka, po punë e madhe do realizohet diçka tjetër. Keni kaluar një periudhë ngecjeje, një periudhë plogështie, punë e madhe. Ecni përpara dhe çdo gjë është e mundur të kthehet në normalitet. Thjesht do humbët kohë duke qëndruar në vend numero dhe filloni dhe lëvizni dhe kërkoni atë çka është e juaja dhe ecni përsëri pas suksesit sepse do vi. Në fund të fundit do ja dini. Mjafton të mos dorëzoheni. Për sa i përket, po që në përgjithësi dita e mërkurit ju gjen pasivë, nuk doni të angazhoheni me asnjë gjë, nuk doni të merrni pjesë në asnjë gjë, doni thjesht të jeni kështu kot, të rini, të vegjetoni atë ditë. Fundi është dhe drejta juaj po ta mendosh. Po nëse ka një periudhë shumë të gjatë që po ndodh kjo gjë, atëherë nuk keni më kohë, ecni tani lëvizni. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte ju përball me armiq. Po me armiq të përbetuar. Janë këta persona që të lajkatosen, janë këta personat që duket sikur janë të mirët, janë këta persona që të sjellin lajme sikur a thua ti ta duan të mirën, por në fakt është vetëm keq informim, është vetëm ambicie e sëmur për të arritur diçka që nuk u përket. Kështu që nëse ju lidh puna me persona të tillë në ambientin e punës, në shoqëri, kudo, atëherë do ju thosha mos i merrni përbas fjalën që dëgjoni. Mos u mashtroni, mos bini pre e lojës së këtyre, por mundoni të jeni po aq të zgjuar sa këta, po aq dinak sa këta dhe t'u ameni në kthes. Kujdes, sido që të jetë dita e enjte, është ditë manipulimi, gënjeshtrash dhe mashtrimi. Mos bini pre e këtyre gjërave. Nëse mund të tregojeni po aq të shkathët sa edhe këta armiqt tuaj, atëherë keni mundësi t'u ameni në kthes dhe nuk do ju bezdisin më. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte është dita e komunikimit. Këtu dikush kthehet nga e kaluara ose një bisedë që keni lënë pezull duket se kthehet për të marrë një farë drejtimi, për të sqaruar diçka, një çështje pune që kishte mbetur kështu pezull dhe ajo duket se rishqyrtohet, rishikohet, vetëm se këtu ka luan shumë ose ka shumë rëndësi
jo vetëm përshtatja në kushtet e reja që do diskutohen, por kompromisi, do me thënë, vetëm në qoftë se të dyja palët janë të gatshme të bëjnë një kompromis dy palësh, atëherë çdo gjë mund të jetë e mundshme dhe mund të ecë si mirë. Por duke qenë se shikoj që çike e vështirë të jetë kështu, përjashtoj ju thash juve që keni Merkuri retrograd në hartën tuaj, që po, një rikthim edhe mund të zgjasi, njëri shikim me një çështje pune të vjetër dhe mund të qëndroj, për aq sa do ju shërbej. Pjesa tjetër keq më vjen që po a them, po nuk do mund të realizohet kjo gjë. Për sa i përket pastaj ditës së shtunë, dita e shtunë është përsëri ditën e premte dhe ditën e shtunë jeni në fazë mesazhesh, komunikimi, shqyrtimesh, bisedash, takoni persona që keni kopa i parë ose keni kopa marr lajme prej tyre, mund të udhëtoni në distanca të shkurtra, por ama do kënaqeni dhe në përgjithësi atje ku do shkoni, keni për të mësuar diçka. Pra, diçka do ju komunikohet. Mund të prisni oferta dhe propozime gjithashtu për sa i përket punës, dhe madje mund të jenë të befasishme, gjëra që nuk as që shkoni në ndërmend se mund të ishin. Për sa i përket ditës së diel, pastaj ditën e diel duket sikur nuk jeni shumë të qartë me mendimet tuaja, mos jini absolut me atë çka mendoni ju se është e vërteta, sepse mund të jeni duke gabuar, kujdes dogmet, kujdes tash kokfortësinë, kujdes faktin që ndryshe shikoni juve situatat dhe ndryshe janë në të vërtetë. Pra mos këmbgulni në tuajën sepse e keni gabim. Unë do i thosha më mirë dëgjoni dhe të tjerë çfarë kanë për t'ju thënë. Dhe kujdes narcisizmin, kësaj here jo me persona që keni vërdall, por me veten tuaj. Jeni ju shumë narcista kësaj here dhe do e pësoni keq. Përshëndetje një shigjetari dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Jemi dhe në një muaj të ri, ju uroj një muaj të mbar. Sigurisht Merkuri retrograd në shenjën tuaj ju ndihmon të shikoni dhe njerë çështje që kanë të bëjnë me diskutime pune që nuk ecën, nëse jeni mirë apo jo në këtë vend pune ku jeni aktualisht, apo duhet të lëvizni diku tjetër, me një objektiv tuaj që mbeti pak, do të thënë, merr që nga muajt e mëparshëm dhe të shikojmë tani se si mund ta shikoj. Pra është ideja, kthej kokën pas dhe një herë dhe shikoj çfarë është arritur, çfarë mund të arrihet akoma, çfarë përmirësimi mund të vi, çfarë detajesh mund të shikoni ende. Ju që keni retrograd në shenjën tuaj, ose thjesht retrograd në përgjithësi, Merkuri atëherë i bie që jeni të favorizuar dhe nuk ju vijnë situata të vështirë, përkundrazi ju vijnë mirë. Juve pastaj që nuk e keni të tillë, bëni shumë kujdes, do me thënë mos e gënjeni, mashtroni veten tuaj me diçka që duket e lehtë. Nuk është momenti për të lënë një vend pune për të ecur diku tjetër, nëse nuk e keni retrograd Merkuri në shenjën tuaj, merrni gjërat me qetësi, pra, me shumë qetësi do të thosha, kujdes financat, kujdes marrëdhëniet tuaja me të tjerët, kujdes në përgjithësi, do të thënë çfarë do gjëje duhet pasur kujdes, sepse normalisht nuk janë dhe të leta gjërat, e kuptoni do me thënë kaq gjë. Për çështje pastaj pune, sikur se tash pse nuk do më nxitoni, ama nëse vërtet mendoni se diçka i ka ardhur fundi, do prisni deri nga fundi i muajit, pastaj për të parë edhe një se çfarë bëhet në lidhje me këto situata dhe çështje. Do keni oferta dhe propozime, do keni sigurisht, sepse kur duhet të bëhet lëmsh diçka do bëhet lëmsh, por ka dhe zgjidhje. Atëherë, për më shumë sigurisht do më dëgjoni në YouTube Zodiac Oracle me parashikimet e muajit dhe momentet kryesore të muajit kësaj here, dhe për të rezervuar takimin tuaj në privat, e dini vetë tani tashmë, më shkruani në numrin WhatsApp 069 640 2290. Atëherë, për sa i përket ditës së hënë, dita e hënë shumë emotive, dita e hënë, shumë intuit dita e hënë, dëgjoni intuitën tuaj se çfarë ju thotë, nuk do gaboni. Dhe nëse ju lidhet puna me shenjat e ujit, atëherë ju vjen një këshill shumë e mirë, nëse ascendentin e keni në shenjë uji, atëherë vlen po e njëjta gjë dhe është edhe më intensive akoma. Është gjithashtu një ditë shumë e bukur për të ndjerë në paqe me veten, për të ndjerë mirë, emotivisht do të jeni të ekuilibruar dhe sigurisht që duke qenë se jeni të ekuilibruar emotivisht, duket se keni dhe mundësinë që duke dëgjuar intuitën tuaj të mos gaboni, sidomos nëse do të bëni një zgjedhje shumë të rëndësishme ditën e hënë. Dëgjoni intuitën tuaj çfarë ju thotë, nuk do gaboni. Përsa i përket ditës së martë, dita e martë ju sjell një realizim shumë të bukur, një sukses shumë të madh. Me thënë ditën e martë ne ju themi suksese për një arritje në vendin e punës, që jeni suksese sepse emëroheni diku, filloni punë, suksese sepse dikush
ju propozoni një fejes martesë bashkëtesë, çdo gjë është e mundur, asnjë gjë nuk përjashtohet. Jeni shumë gjëra në hartën tuaj, se bëhet fjalë këtu thjesht po kapim energji të caktuara. Hyni në një shtëpi të re, shpërnguleni një banesë të re, filloni bashkëtesën, çfarëdo gjë qoftë që është sukses, ne do ju themi suksese dhe ja dole. Kështu që është ditë lumturie e madhe, që sigurisht shoqërohet me sukses. Ose sukses që shoqërohet me lumturi të madhe. Për sa i përket ditës së Mërkur, dita e Mërkur është dita që ja ku jeni, pra dita e martë, dita e Mërkur tregon që keni arritur të manifestoni diçka të rëndësishme në jetën tuaj, ose nëse ende jo, atëherë ja ku jeni, çfarëdo gjë që universi ti kërkoni duket se është e mundur të realizohet. Pra, kërkoni atë çka realisht eksaktësisht doni, te universi u sjell ashtu sikurse e kërkuat në jetën tuaj. Do të jetë diçka shumë e shpejtë, sa shikoj, dhe kjo fal faktit që do të jeni dhe ju shumë të qartë për atë çka realisht kërkoni të arrini dhe realizoni, me sa duket. Për sa i përket pastaj ditës së enjte, dita e enjte është dita që u tregon se për një objektiv tuaj shumë të rëndësishëm, që varet se çfarë do jetë, blerja një banese, shpërngulja në një banesë të re, një bashkëtesë, një përfundimi një projekti që e keni nisur, duket shumë qartë këtu dhe ju thuhet se do të prisni pak. Do të prisni 2 muaj e gjysmë që kjo gjë të jetë e mundur dhe konkrete në jetën tuaj, ama gjithashtu vjen me premtimin se pavarësisht pritjes, kjo gjë është 100% e realizueshme. Të paktën vjen me një farë sigurie. Për sa i përket pastaj ditës së premte, dita e premte është dita që shumë manifestim dhe shumë realizim brenda kësaj jave për pjesën më të madhe prej jush, madje disave dita e premte sjell një realizim për të cilin keni kohë që po prisni dhe ju vjen pikërisht në atë momentin që jeni totalisht të pafuqishëm për ta realizuar këtë gjë vetë. Me thënë, pikërisht ato momentin tuaj të pafuqësisë dhe pamundësisë për ta bërë një gjë realitet, ajo vjen të bëhet realitet vetiu. Kështu që kështu është dita e premte. Këtë natyrë ka dhe sa bukur është kur ti je totalisht aty i dorëzuar dhe e ke ndarë dhe mendjen dhe e ke fjetur mendjen që s'bëhet, nuk realizohet ajo gjë që kërkon, tak të vjen pikërisht aty realizimi. E hënë e martën kurrejt e premte thamë. Por sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita e ribashkimeve. Po sigurisht që ka dhe persona që do të favorizohen nga ribashkime, janë ata që Merkurin e kanë retrograd në hartën e tyre të lindjes, kështu që po, ekziston mundësia e një ribashkimi, e një rikthimi, pse sepse kuptojmë që lidhjet janë shumë të forta dhe nuk mund të ndahen, prishen. Për sa i përket pastaj ditës së diel, dita e diel tregon se sigurisht do keni mundësi për rikthim, por duhet të kuptoni edhe se nuk mundeni, pati një arsye pse u ndet. Pikë së pari, dhe që të mund të keni vazhdimsi tamam dhe konkretizim pikë së dyti, duhet që të ketë një kompromis dy palësh që do respektohet nga të dyja palët, që të mund të jetë kjo gjë e realizueshme. Pra, vërtet vjen kjo arritje dhe vërtet vjen ky realizim, pra e rikthimit s'po vjen fjala tjetër, ribashkimit, por nuk është dhe kaq e lehtë. Që të mund të zgjasim jetën tuaj, duhet që të jeni të gatshëm të bëni dhe kompromiset tuaja dhe nuk do të jenë të vogla kësaj here, do jenë goxha të mëdha. Të dyja palët. Sikur njëra palë mos t'ia dalin dot, atëherë ashtu sikurse vjen kjo gjë, ashtu dhe do përfundoj. Që dua them me këtë gjë. Përshëndetje, përshëndetje shenjë Briciapi dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Është një muaj i ri, ju uroj një muaj të mbar. Çfarë themi tani për këtë muaj? Është turbulent, sigurisht. Domethënë Saturni dhe Neptuni retrograd në shenjën e Peshqve, logjika juaj çalon një çik, me thënë të drejtën, jeni më shumë ndërimtar se sa jeni praktik në zgjidhjen e çështjeve të caktuara. Merkuri do të jetë retrograd në shenjën e Shigjetarit, por jush banesa e 12 sjell situata nga kaluara, frikë, pasiguri që përballin me ato çka keni kaluar, por që japin dhe mundësinë që të shpëtoni njëre për gjithmonë, me çështje shëndeti gjeni zgjidhje, pra i rishikoni dhe njëherë disa gjëra dhe i mbyllni, uroj të jetë përfundimtare. Pra duke qenë se do të keni mundësi të riktheni edhe një herë, uroj që dhe zgjidhjen ta keni përfundimtare kundrejt këtyre gjërave. Muaji nis me hënë të plot në shenjën e Demit, por ju nuk është negative, me thënë drejtën si shenjë.
përkundrazi ju jep mundësinë për ta mbyllur me një dashuri që nuk eci siç duhet, por që shoqërohet me shumë dhimbje, me thënë të drejtën. Dhe ju ndihmon të gjeni diçka gjatë rrugës në vazhdim të muaj, diçka vërtet konkrete dhe të vërtet. Kështu që po, është rysnues, është i vështirë në fillimet e veta, por që do jetë më mirë gjatë vazhdimësisë së vet. Dhe duke qenë se dhe Plutonin e kemi në shenjën e Ujorit, ju shkund përsa e përket vlerave dhe parimeve tuaja ende, derisa të çojë aty në rafinimin tuaj, përmirësimin tuaj si individ. Nejse, sido që të jetë, për parashikime personale më shkruani numrin WhatsApp 069 620 2290 dhe nisim direkt me ditën e hënë. Pra bien maskat, nuk po ua them di se çfarë them. Pra bien maskat nesër është një përballje shumë, do të keni një përballje shumë të fortë, gjatë së cilës me të vërtetë që bien maskat, to e të vërteta për ato çka janë, dhe sigurisht që do të lëndoni, po dhe do të lëndoheni, sidoqë është një proces purifikimi, pastrimi dhe vërtetësie. Kështu që këto tipare ka dita e nesërme dhe nuk duhet ta zgjas shumë. Do e shikoni dhe vetë. Për sa i përket ditës së martë, dita e martë sjell një lajm që nuk do i pëlqej as pak. Nuk e di se çfarë do të mësoni, nuk e di se çfarë do ju komunikohet, se ka të bëjë me çështje familjare, çështje fëmijësh, çështje prindërimi, çështje shëndeti, çështje financash apo pune, nuk e di, ju them tamam, apo marrëdhëniesh në çift, por nuk ka për t'ju pëlqyer as pak. Do të ronditeni pra, sidoqë të jetë tamam, nuk do zgjasi shumë dhe vjen dhe me një farë, si të thuash, realizimi, thellësie mendore, si të thuash, më miq erdhi kështu, më miq ndodhi kështu, më miq e mora vesh. Por që të tilla tipare ka dita e martë. Për sa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur, thashë theme, shumë thashë theme, mundoni ta mbroni veten nga thashë themet, nga gjuhët e liga, nuk e di çfarë t'i bëni ama, diçka zbulohet, merret vesh, juve që keni qenë të përfshirë në marrëdhënie të dy fishte, do të thënë keni qenë një personi i tretë në një marrëdhënie, atëherë i bie që do merret vesh, do përballeni, si të thuash, me disa të vërteta. Tani për çështje pune, të flas me ca gjë të mira, përveç faktit që dalin gjëra në sipërfaqe dhe zbuloheni apo ç'të thuash, mire thash, nuk mos ta zgjasim më shumë, se nuk kanë dhe gjëra të bukura këto. Pjesa tjetër pastaj, dhe në fillim do jetë çike vështirë, pastaj gjërat duket se do shtrohen. Tani për çështje financash, e kuptoni shumë qartë që duhet të gjeni burime të dyta financash, domethënë duhet të bëni diçka që të dilni nga një ngërç ekonomiko-financiar. Për sa i përket çështjeve të punës, keni diskutime plot, por me kujdes. Akoma nuk është momenti për të komunikuar të tjerëve ose për të bërë të qartë të tjerëve se çfarë po diskutoni ju dhe ku jeni aktualisht me bisedime që po bëni. Pra, mjafton të jenë prapa kuintave, çdo gjë është okay. Pra në fshehtësi. Zbulojnë armiq, po sigurisht zbulojnë se kush janë armiqt tuaj, të vërtet. Por, është edhe një moment shumë i bukur gjatë së cilit besoni universi po shtron rrugën që ju të gjeni personin ideal të jetës tuaj, që ju të keni mundësinë të jetoni jetën ideale tuajën, që ju të keni mundësinë të gjeni punën tuaj ideale, domethënë karrierën tuaj ideale, është moment që ju të gjeni veten. Kështu që janë dhe këto gjërat e bukura, por që shumë gjëra dalin në sipërfaqe, shumë të fshehta merren vesh, me radhë kënd janë të bukura, po s'kemi çfarë t'i bëjmë. Është pjesë e procesit edhe kjo. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte ju jep një mundësi të dytë. Pra, për të gjithë juve që keni një mundësi të dytë në jetë, do e keni këtë mundësi të dytë për të filluar në një punë të re, për të rinisur jetën tuaj në kushte të reja. Thjesht një mundësi e dytë të rifillimit të diçka që mezi po e prisnit. Një është xhani e dytë, një mundësi punësie e dytë, një lidhje e re, çfarë do të gjë qoftë është një mundësi e dytë për të ecur përpara. Kujdes, nuk do ketë mundësi tjetër pas kësaj. Me thënë, mbajeni si sut e ballit edhe çdo gjë shkon mirë. Ndryshe, bëni si të bëni, por më tjetër si kjo nuk do të keni. Është mundësia e fundit që keni pra për t'ia dalë në diçka të tillë. Çfarë do të gjë qoftë ajo? Kjo ishte e enjtja. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte është dita që ju që keni probleme në çift, shumë distancë të ndjeni me personin që keni në krah, qoftë kjo një distancë kilometrike apo thjesht
fizike, psikologjike, mendore, duhet të zgjidhet diçka. Këtu duhet të ndani mendjen se çfarë do bëni me këtë marrëdhënie. Sidomos juve që jeni në distancë kilometrike. Tani do shkoni ju andej apo do vi ky tjetri këtej? Bëhet apo nuk bëhet? Ju që pastaj keni pas probleme në çift, diskutoni dhe në qoftë se jeni të gatshëm për një kompromis të radhës, okay, në qoftë se jo, mbylleni këtu sepse thjesht do e zvarisni në kohë dhe do të lodheni, do strapaconi dhe më shumë akoma. Për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë jeni të fragmentuar, të lodhur, të strapacuar, do me thënë nuk ka më keq se kaq, do me thënë do të ndjeni copa ditën e shtunë, por mos harroni pas çdo momenti të tillë vjen edhe rilindja të dashurit e mi. Kështu që varja është një proces dhe duhet të mbaroj, le të mbaroj, në fund përsëri ju do të jeni të fituarit, sepse përsëri ju do të ndjeni në paqe me veten, do e keni njohur veten, të gjithë bëjmë gabime, të gjithë e pësojmë, të gjithë e kemi të drejtën të rinisim, por nuk mund të bëhet kollaj kjo gjë. Të gjithë duhet të kapim fundin pa të mund të ecim përpara. Rëndësi ka që ecim përpara. Kjo ka rëndësi. Dhe për sa i përket ditës së diel, dita e diel është dita që dita e diel ju tregon se kush janë njerëzit që kanë ekzistuar në jetën tuaj, po kush janë të vërtet. Dhe kujdes përsëri nga mashtrimi, gënjeshtrat, dhe me persona ekzistuese që i keni në jetën tuaj, por dhe i zbuloni se kush janë më në fund, por edhe me persona të rinj që mund të shfaqen ose që thjesht janë aty vërdall dhe duket sikur janë miq tuaj, por në fakt nuk është as pak ashtu. Mos jepni informacione rreth vetes tuaj, mos u përfshini shumë në biseda me individë të cilët janë të dyshimt ose mund të mos duken fare të tillë, por bëni kujdes. Mos jepni shumë informacione rreth vetes tuaj, mos u përfshini shumë në biseda me persona që i shikoni dhe i ndjeni të dyshimt, mbani një farë distance. Në përgjithësi del se kush është kush. Përshëndetje, shenja ujori dhe mirë se po vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. T'ju uroj gjithashtu një muaj të mbar, një muaj i cili nis me hënë të plot në shenjën e Demit, për ju sigurisht çështjet e së kaluarës, me lidhje me persona që ishin, që mund të rikthehen, me situata që i përkasin të kaluarës dhe duhet i shqyrtoni, që ka të bëjnë me familjen, që ka të bëjnë me pronën, që kanë të bëjnë edhe me nostalgjin, fundja dhe me fëmirin tuaj, nëse doni mund të arrijmë aq larg në kohë. Por që sido që të jetë çfarëdo gjë qoftë është diçka që i ka mbaruar koha, nuk mund të vazhdoj më tej, duhet të mbyllet këtu dhe ju të jeni të lirë pastaj të vazhdoni prej andej në vazhdim të lirshëm. Por ju që Plutonin e keni ende mbi kokën tuaj, sigurisht që po shkundeni dhe po tundeni vendit, asi bëhet fjalë, por kjo gjë vjen për më mirë, kështu që çfarëdo lloji po largohet nga jeta juaj ose çfarëdo lloj ndryshimi që po vjen në jetën tuaj qoftë dhe i vështirë, besoni ka për t'ju nxjerr në selamet. Merkuri retrograd në shenjën e Shigjetarit, për ju që keni retrograd në hartën tuaj nuk sjell problematika, përkundrazi ju ndihmon të zgjidhni ato, për ju që e keni të drejtë, okay, bëni kujdes pastaj me çështje që do të diskutoni, do shqyrtoni, do kërkoni, do zgjidhni, sepse nuk do jetë e lehtë ta bëni këtë gjë. Do të thënë, është një moment që ju ndihmon të kuptoni se ku jeni me objektivat tuaja, sa keni ndryshuar si mendjesi, për të zgjidhur përsëri një çështje ligjore, gjyqësore, diku aty, do të thënë si do vej, si çfarë procedure do të ndiqni më tej, në një udhëtim që kishin ndërmend ta bëni, sa duhet ta bëni, apo thjesht po ndryshoni destinacion, sepse ashtu erdhi puna, ashtu po vinë situatat. Nëse për çështje studimore, juve që e nisët një farë studimi, por po shikoni që sikur nuk është gjë e duhur që duhet të bëj, akoma mos u nxitoni, tale, keni kohë ta mendoni këtë gjë deri nga data 19 të paktën. Pastaj Merkuri do të kthehet përsëri në shenjën e Akrepit për të vendosur i drejtë aty. Dhe çështje që kanë të bëjnë me karrierën tuaj pastaj, me çështje pune, martese, statusi, imazhi publik, aty pastaj gjërat keni më të lehtë për t'i vendosur atë se ku doni ju. Sido që të jetë nuk është një muaj lehtë, asi bëhet fjalë, por të paktën do mjetojmë, kjo është e rëndësishmja. Tani, për të rezervuar takimin tuaj në privat, më shkruani numrin WhatsApp 069 640 2290 dhe dita nis me e hëna ka fjalën me kërkoj falje, po çfarëdo gjë kam bërë gabim. Nuk është e thënë ti kërkoni falje diku tjetër, mund të kërkoni falje vetes, të tipit ç'të kam bërë më vetë shkret. Ku të kam futur dhe ku të kam përfshirë me individ
që s'ja vlen, me situata që s'ja vlen, e me radhë. Pra është një moment për të kërkuar pikë së pari falje vetes dhe për të bërë pashën me veten, dita e hënë, por është edhe momenti që nëse keni gabuar me një individ caktuar, të kërkoni falje. Nëse dikush ka bërë gabim kundrejt jush, mund të vi të kërkoj falje dhe ju ta falni, por që e ditë e tillë është, më kërkoj falje, jap fal dhe ndihem mirë me veten, për fjalë jam në pashë pastaj me veten. Por sa i përket ditës së martë, dita e martë ju tregon se nuk duhet të keni frikë, në qoftë se duhet të bëni ndryshime në jetën tuaj, sido që të jetë në këto kushte që ishit, nuk ishit mirë, nuk ishit në potencialin tuaj maksimal, fundja kishit ngecur dhe nuk kishte çfarë realiteti mund t'ju ofronte, kështu që ishte i kalbur, çdo gjë ishte kalbur, që duhet të vazhdoni më tej. Atje ku po shkoni ka për të qenë më mirë, nuk sigurisht nuk është e lehtë, por që të paktën vjen me premtimin se nëse ditën e martë gjithçka ju tregon se këtu ku jeni nuk mund të vazhdoni më, në një vend pune ku jeni, në një marrëdhënie ku jeni, në një çështje ekonomiko-financiare nëse ndodheni në një ngërçë caktuar, në një situatë caktuar, lëvizni, mos keni frikë për t'u dalë më mirë akoma. Për sa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë për të gjithë juve që jeni kaq të guximshëm dhe po guxoni diçka të paimagjinueshme, që imagjinoni fare të tillë. Ju nuk jeni dhe kaq riskioza, do përjashtoj juve të 10 ditësh të fundit, ju të tjerët nuk jeni dhe kaq, jeni shumë katror dhe do të thoni i seleksiononi shumë mirë dhe i marrni shumë mirë hapat tuaja. Sido që të jetë, le të themi që këtu guxoni diçka, nëse keni matur mirë terrenin, atëherë ju del shumë mirë dhe me të vërtetë ju del një sukses shumë i madh. Nëse thjesht po ecni kuturu duke menduar se çfarë jeni duke bërë, ky risk ka për t'ju marrë më qafë. Me kujdes matni mirë terrenin. Nëse çdo gjë është premtuese ecni, nëse thjesht po niseni për të nisur, mos e bëni këtë gabim se nuk do ju dali për mirë. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita që ju vin para dhe nga se prisni, ju vin një farë financimi, mund të jenë para të vonuara, një borxh që dikush u ka, mund të jetë kur gjë, gjeni portofol plot me para në shesh, se di. Një mbështetje që ju vjen edhe nga se prisni ekonomiko-financiare, me këtë natyrë është të paktën. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte është një ditë që ose një natë, të cilën do të arkoni me dikë, do të them fjalë të sinqerta, për ju që jeni në çift dhe keni pas probleme, duket se zgjidhen problemet. Dalim, dëgjohemi, rikujtojmë të kaluarën, si ishim çift në fillim, dhe kjo gjë është e bukur. Ose nëse sapo keni hyrë në një lidhje të re, duket se kjo nata, kjo date night si i bie, ka për të qenë shumë e rëndësishme, por ju keni për ta shijuar shumë. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë ju kujton se ose ju tregon se pavarësisht vështirësive, pavarësisht gjithçka që ka ndodhur apo ndodh në jetën tuaj, do të jeni të mbrojtur. Thjesht jetoni jetën tuaj, mos u mbyllni në 4 muret e shtëpisë tuaj se o zoti mat erdhi fundi botës, dilni, jetoni jetën tuaj, nuk ka rëndësi se çfarë ka ndodhur, çdo gjë ecën për mirëfundja, jeni të mbrojtur. Dhe duke qenë se jeni të mbrojtur, nuk është e nevojshme të mbyllen në 4 muaj muret sikur të tash shtëpisë tuaj apo ta karantinoni veten, sepse thjesht nuk ka për t'ju munguar mbrojtja. Pra, vazhdoni, ecni me punën tuaja dhe jetën tuaj, sepse mbrojtjen aty e keni, asgjë keqe nuk ju gjen. Dhe përsa i përket ditës së diel, dita e diel është dita që ju thotë mos u dorëzoni nga ëndrat tuaja dhe pak dhe ja dolët. Mjafton të rezistoni deri në fund të ditës së diel, pavarësisht se do keni probleme, pavarësisht se do keni pengesa, pavarësisht se do keni bllokesa, pavarësisht se çdo gjë do duket sikur është kundër jush, përkundrazi universi po ju vën në provë dhe një herë të fundit. Dhe për të gjithë juve që do dini të rezistoni, sepse besoni në atë çka është e juaj dhe ju takon, atëherë ëndra bet realitet dhe bravo ju qoftë juve që do të rezistoni. Përshëndetje, përshëndetje shenje peshqive dhe mirë se më vini këtu në Zodiac Oracle për sëri muaj i ri, kismet i ri të Zotit dhe çdo gjë t'ju shkojë mirë, uroj vërtet, si dhe të gjithë të tjerëve, pra ju uroj një muaj të mbar, Saturni dhe Neptuni përsëri në shenjën tuaj, retrograd janë, sido që të jetë për të krijojnë një trekëndë shumë të bukur me Jupiterin në shenjën e Gafores, akoma keni mundësi të realizoni ëndra objektiva, akoma juve që jeni të vendosur për t'ja dalë do ja dini, ama kujdes jo me duke shkuar nga pas ëndrës, por duke i mëshuar realitetit. Fakti që Merkuri është retrograd në shenjën e shigjetarit ju vë pak në siklet,
ose goxha në siklet, në çështje që kanë lidhje me karrierën, me statusin, me imazhin publik, me martesën tuaj, me prindrit tuaj nëse kanë të mëdhenj në moshë, çështje që kanë të bëjnë me këto gjëra që po ju them, rikthehen edhe një herë dhe janë në fokusin e vëmendjes tuaj. Mos u nxitoni të merrni vendime të rëndësishme juve që Merkuri nuk e keni retrograd në shenjën tuaj, do të vërtet trysnoheni goxha dhe mund të bëni dhe gabime, kështu që mos u nxitoni të merrni vendime të rëndësishme, qoftë në lidhje me martesën tuaj, me karrierën tuaj, me prindrit tuaj, me imazhin tuaj publik, sikurse po thosha. Mos e vinin vete në rrezik, juve që nuk e keni, domethënë, juve që e keni retrograd pastaj, mund të prisni më të mirat. Nis muaj me hënë të plot në shenjën e Demit. Për juve çfarëdo lloj gjë ka të bëjë me një kontratë që nuk u realizua, një bisedë që nuk shkoi ashtu siç duhet, me një çështje pune që nuk pati pritshmërinë e dur, me një lajm që morët por nuk ishte i duri, me këtë tilla gjëra do të jenë të angazhuar, por që mbyllen këtu, mbaroj këtu dhe them se i vini një kapak disa gjërave. Po dhe me marrëdhëniet tuaja me motra vëllezër ose me gjitoni në vija të përgjithshme, nëse diçka nuk eci, nuk shkoi siç duhet, atëherë domethënë e mbyllni këtu si çështje dhe ndaj në rrugët fundja ta themi dhe kështu sepse kështu ka për të qenë. Për të rezervuar takimin tuaj në privat, më shkruani në numrin WhatsApp 069 640 2290 edhe të shohim se çfarë sjell dita e hënë, sjell të kaluarën përsëri, humbjet që patët, mos realizimet që patët, vuajtjet që erdhën si pasojë e zgjedhjeve të gabuara tuaja, për sa duket dhe njerëzit të përjetoni të kaluarën dhe problematikat e së kaluarës ditën e hënë, por për herë të fundit. Okej, do të thënë mbaron aty. Për sa i përket pastaj ditës së martë, dita e martë ju jep mundësinë që të mbyllni një derë, por ju jep 10 dyer të tjera pastaj si shpërblim. Kështu që mos keni frikë nga ndryshimi, mos keni frikë të tentoni ndryshimin, mos keni frikë nga e vërteta, se çfarë do të zbuloni, fundja ju hap syt. Dhe në qoftë se realitetin tuaj e keni parë thjesht nga vrima e Chelsea deri tani, prekni në vazhdim, hape dera dhe shikoni tamam për atë çka ishte, është edhe mund të jetë. Kështu që do të jeni më të qartë për të marrë vendime ditën e martë, u shkoni nga pas të vërtetave, nuk do të dilni keq, pranojeni të vërtetën për atë çka është, sepse është momenti të pranuar të vërtetave dhe në përgjithësi do të ndjeni të zhbllokuar dhe të motivuar për të ecur përpara. Dhe ju thash, nëse një derë mbyllet në jetën tuaj, hapen 10 të tjera. Kështu që shumë e bukur kjo dita e martë. Kapni mundësitë që dita e martë ju ofron. Dhe në qoftë se diçka do merrni vesh dhe do shokoheni, besoni është fillimi i një realiteti të ri që po nis tani dhe ka për të dalë me shumë sukses më vonë. Çfarë do gjë që është kjo? Do zbuloni se ju kanë tradhtuar, do zbuloni se ju kanë rënë në besë, do zbuloni se ju kanë mashtruar, çfarë do gjë qoftë që jep fund një situate të caktuar, është dhe nisma e një fillimi të ri shumë më premtues për ju. Për sa i përket ditës së Mërkur, dita e Mërkur është dita shumë e bukur, dita e Mërkur për çështje kontratash që i shikoni edhe një herë dhe do i dalin shumë mirë, për çështje që kanë të bëjnë me marrëdhënien tuaj në çift, pra bashkëpunime, çështje kontratash, pune të reja shumë premtuese, çështje ligjore, gjyqësore, çështje që kanë të bëjnë me drejtësinë në vija të përgjithshme, drejtësia që vjen në vend në një farë mënyre për të gjithë juve që dikush ju ka rënë qaf, por dhe për personin e dur që vjen në jetën tuaj, gjitha këto duket se janë një mundësi që dita e Mërkur e sjell në jetën tuaj si realizim i bukur. Për sa i përket ditës së Enjte, dita e Enjte është dita e pritshmërive dhe e pritshmërive të kota do thosha, sepse këtu jemi në utopi. Këtu jemi në pritshmëri që s'kan edhe ndonjë farë, nuk sjellin ndonjë farë bereqeti, kështu që do i thosha për sa i përket ditës së Enjte, të mos prisni më. Mos e shikoni jetën tuaj nga lart, të jeni spektator të saj, por bëuni ajo çka realisht jeni. Aktori kryesor, pra merrni situatën në duart tuaja, shprehni ato çfarë keni për të shprehur, kërkoni ato çka ju kërkojnë dhe janë tuajat, ju pëlqen dikush, po do të marrë një fiksimin, thuaj, vëti mua bëhet s'bëhet. Nuk bëhet, më rikon që do gjejmë dikë tjetër, ose të tentojmë ose tentoj në këtë vend pune, po bëje më. Ta kërkoj mos ta kërkoj këtë gjë që është e imja dhe më takon ta kërkosh. Kështu që në përgjithësi tentoni, se çfarë do dalë është tjetër gjë. Është mjekoj thjesht rinje të prisni sepse asgjë nuk do dalë nga pritja kaq që po ju them. Për sa i përket ditës së Enjte, për sa i përket pastaj ditës së Premte, dita e Premte është dita që dhe njeriu përball me varësitë tuaja, dhe njeriu përball me varësitë, me tendenca destruktive që i keni me veten tuaj, me pasigurinë. Çfarë mund të jetë varësia tani? Varësia mund të jetë një varësi që keni kundrejt një personi të caktuar, dobësia që keni një person të caktuar dhe që sa herë që e tregoni këtë gjë, e shpashni, tjetri ka përparësi kundrejt jush edhe ju e pësoni. Sidomos
Në qoftë se është një person që u zhvat ekonomiko-financiarisht dhe jo vetëm shpirtërisht, pra që thjesht përfiton nga ju. Mund të jetë bixhozi, mund të jetë femrat, mund të jetë alkooli, mund të jetë frika, pasiguria, fakti që e ndrydhni veten tuaj dhe nuk e lini ta jetoj jetën siç duhet, çfarëdo gjë qoftë, kjo është një farë varësie ose tendence destruktive juaja, duhet të përballeni me të dhe ta hiqni qafe, sepse do rikthehet. Dhe për gjithë juve që menduat se e kishit hequr qafe, përsëri do ju bëj të ndjeni keq. Është momenti juaj i fundit që tregoni që jeni ju më të fortë se ajo vetë. Dhe uroj që t'ja dini vërtet ta arrini këtë gjë. Përsa i përket pra ditës së premte ishte kjo. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë ju lidh shumë me shenjat e tokës. Nëse keni ascendent në shenjat toke, diçka realizohet fal përpjekjeve tuaja dhe insistimit tuaj, nis tani dhe ka dhe shumë gjasa të shtrihet edhe në muajin dhjetor, por s'do jetë ju del me realizim, okay? Ose në qoftë se sikurse tash u lidh puna me shenjat e tokës, duket se këto shenja sjellin një farë realizimi në jetën tuaj, se do jetë prindi juaj që u realizon një dëshirë, se do jetë e prori juaj që ju jep një mundësi realizimi, se do jetë një shok i mirë që ju mbështet dhe ju fal mbështetjen e vet, ekonomiko-financiare ose morale ose varg çfarë do jetë. Se do jetë një person i cili jeni në lidhje marrëdhënie me të dhe ju premton një fejesë martesë bashkëtesë, çfarëdo gjë qoftë pra që sjell stabilitet në jetën tuaj, duket se vjen nga shenjat e tokës dhe o e arrini juve vetë nëse keni ascendent në shenjat të tilla, ose janë këta persona që sjellin këtë lloj realizimi sikurse po ju them. Dhe përsa i përket ditës së diel për ta mbyllur, mundësitë janë të pafundme në jetën tuaj të realizimit, duhet ju të keni besim pikë së pari tek vetja juaj dhe tek aftësitë dhe mundësitë që ju paraqiten. Çdo gjë është e mundur të realizohet, çdo gjë është e mundur të mundësohet. Ditën e diel mjafton që dhe ju të jeni sinkron me këtë lloj energjie pra. Kështu që ecni, kapni mundësitë tuaja dhe shijojini pastaj realizimet që ju vijnë.